Të nderuar teleshikues, mbrëma nisim emisionin debatin që nëlluan 1000 forca policore, 5 ditë operacion, 13 arrestuar mes 5600 banorëve të fshatit. Një fshat që në një vit tregtonte kanabis në vlerën 4.5 miliard euro, pra vetëm në një vit. Kjo quhet dosja Lazarati 2014. Policia tashmë, sipas një deklarate për shtyp, e ka marrë gjithë territorin e fshatit, megjithatë ne nuk kemi një konkluzion final. Për këtë çështje ne do të diskutojmë sot. Unë kam ftuar persona që e njohin mirë këtë çështje dhe gazetar. Kam deri sot të kem të ftuar me të vërtet një personazh shumë të veçantë, Velim Iftari, ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Kam ftuar, siç thash, edhe njerëz që e njohin mirë këtë çështje, janë marrë, të paktën kanë qenë një herë brenda në Lazarat, por dhe aktiviteti i tyre profesional ka qenë i lidhur. Leonard Olli, ish zëdhënës i Ministrit të Brendshëm, gazetar, analist dhe i inkuadruar në Partinë Demokratike. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Gjejk Zefi, analist i përhershëm i emisioneve të mia. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Ke qenë Lazarat besoj? Patjetër. Kam ftuar gazetarët Flamur Vezaj, gazetari ABC News. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Kam ftuar gazetarin Gerti Xhaja, gazetari A1 Report, që në një farë mënyrë është një nga heronjt e asaj që ne quajmë sot media në kohë lufte. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Gerti, një bravo, dhe kam mundësinë sot profesionale për të thënë një bravo, dhe shqyr që nuk ndodhi asgjë fizike përveç se atyre që ti ke shpjeguar mirë në televizionin tënd, po me të vërtet është një lajm i mirë që nuk ndodhi ajo që mund të ndodhte edhe e keqja. E vërtet është. Ne rrimë marrim si me të qeshur dhe themi që aty s'na kishte thirrë Zoti në atë moment. Këtu se ka marrë njëri me të qeshur? Jo, në atë moment s'na kishte thirrë Zoti sepse çdo gjë ishte mund. Do kemi mundësi. Brahim Shima, redaktor i politikës në gazetën shqiptare.com. Mirëmbrëma, se erdhët. Përshëndetje. Unë si fillim mendoj që të ndjekim një insert me pamje nga operacioni i policisë dhe pamje të këtyre 5 ditëve në Lazarat. Kthehemi në studio për të zhvilluar bisedën. Ju lutem, regjia, inserti. Faleminderit, të kthehemi sërish në studio. Zoti Iftari, ne dim që Lazarati nuk është fenomen i këtyre ditëve, po sa i vjetër është si fenomen,
si problematik. Po, është vërtet. Lezarati si fshat që ndronë prej kohësh në atë vend që është, me njerëz e vetë, me problemet e veta. Por ne pa i marrim ose pak a shumë trajtojmë pak a shumë sot që bëhet fjalë si problematik vetaj me njerëz, me disa njerëz. Mund të i konsiderojmë të gjithë njerëz që janë në atë qytet të vogël, por vetëm një grup njerëzish të veçantë që mund të konsiderojmë që u futën në probleme jo normale. Po? Dhe që arritën në këtë shkallë, në këtë nivel do të thotë se ka një bazë, ka një arsye. Mendimi personal. Po? Është se e sollën disa situata politike shqiptare. Politike? Politike. Ku e ka zëna fillën? Në çfarë periudhë? E konsiderojmë me këtë gjuhë sepse si në çdo vend, në çdo cep të Shqipërisë, periudhat caktuara sollën situata jo normale. Po? Përfshi këtu edhe vitin e mbrapsht në 97 që aq sa nuk duam ta kujtojmë, po ardhe jemi të dëruar ti rikthehemi sepse ka pasur ato pasojë që tashmë dim të gjithë. Është gunga e pas 90-s. Njeriu që e ka mbyll me një fjali që beti si thonë si pasazh i përgjithshëm, i ndjeri ish ministri i mbrojtjes, e ka thënë një dosje e zezë që s'do hapet kurrë. Por realisht ajo ka lënë ato pasojë që sot i vuajmë tëra gati familjet shqiptare. Pse lidhet me Lezaratin në 97? Lezarati duket për shumë arsye tjera. S'po them tani se kush e kishte pjesën më të kryesore nga politika, por realisht ka marrë atë ngarkesë kriminale që individët e saj bën gjëra që kanë qenë të pa imagjinueshme në tokën shqiptare. Dhe unë për fatin tim duke qenë fillimisht në pozicion e një drejtuesi në policinë kriminale e kam njoftë dhe nga afër, jo vetëm çështjen, por në tërësi tërë dinamikën kriminale që ka zhvilluar individ caktuar për tërë territori që bëhet fjalë fshati, aksi rrugor që bëhet fjalë Gjirokastër deri në Kakavi edhe më tej. Për shembull, ka pasur grupe të organizuara të tilla që u bën të rrezikshëm për tërë banorët e qytetit Gjirokastër, për fshatin Derviçan, për gjithë aksin rrugor, duke mos lejuar, duke grabitur, duke vrarë njerëz të ndryshëm gjatë i aksit. Që bën kaq problem sa që mahunet të ndryshëm që vinin për interesat tona ekonomike nga tregtarë të ndryshëm me hyrje e dalje të dyanshme, ata kanë zhvilluar aktivitet kriminal të mirëfillt. Pra këta që janë njerëz që morën një ngarkesë të tillë, që vërtet pastaj duke mos ndërhyrë në kohë, siç do dalë edhe gjatë bisedës besoj, duke mos ndërhyrë në kohë, ata arrin deri në këtë nivel që janë sot, që po shkojmë duke shohim këto situata kaq të rënda. Në aspektin ju e preket thatë edhe pjesa e politikës, por në aspektin policor, ju keni mbajtur disa detyra dhe detyra më e rëndësishme ka qenë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Policia vetë çfarë ka bërë për Lezaratin? Se qeverit kanë ardhur, kanë ikur. Unë do të kujtoj që sapo fillova detyrën time, policia ka ardhur e shkërmoqur si gjithë shteti, para me struktura inexistente. Në 97. Në 97. Edhe realisht morëm një bardh përsipër të madhe. U deshëm që të ringërim edhe herë komisariatet poshtë, por kjo bë vetëm duke qenë prezent nga strukturat qendrore të bazës. Do thotë, ne morëm përsipër që të shkonim në çdo rreth, në çdo segment rrugor, në çdo fshat për të patur prezencën e policisë. Dhe realisht ne nuk kemi ngelur indiferent ndaj këtij fshati. Siç patëm edhe përgjegjësi për gjithë Shqipërinë. Po them vetëm kaq. Ku kishte një copës vend në Shqipëri ku nuk ishin banda të armatosura? Ku kishte një rrugë që qytetarët tanë ndjeshin të rrezikuar? Ku kishte një qytet që njerëzit tanë u vranë? Po ja bëj vetëm kështu për ta bërë sa më të konkrete. Unë e rifillova detyrën time në 97 në qytetin Elbasanit. Nuk duhet të prek ata njerëz ndjenja, por realisht atje u ndërtuan
për shkak të politikës jo normale, po edhe të prishjes të pikërisht të shtetit, 3 banda të rënda. Banda që i quhet e Mandelës, banda e Arjan Toskës dhe banda që e dim fare mirë po një tjetër që ka lidhje me Tan Katesh, se po e kaloja kështu. Të tëra këto natyrisht sot janë eliminuar, nuk diskutohet me punën që u bë. Por unë kujtoj se çfarë pasojë ersollën këto banda gjatë asaj periudhe. E njëjta gjë në analogji me këto janë dhe njëjtat veprime që ka bërë banda në Lazarat. Po si ka mundësi që bandat në qytetet tjera, në zona tjera u eliminuan edhe drejtësia, bëri punë e vet, edhe policia, dhe në Lazarat nuk ka pasur. Nuk është lënë pas dore Lazarati. Po të them vetëm kaq. Çfarë është bërë? Në 98-ën ne kemi shkuar dhe kemi kapur disa element pikërisht nga ata që kanë bërë të tilla grabitje. Duke qenë në pozicione të tjera të sektorit të policisë kriminale. Drejtorinë e policisë kriminale atëherë drejtohej një ish specialist i mirë, sot për fatin e tij nuk jeton më, Fatmiri, nëse ju kujtohet. Hakani. Fatmir Hakani. Një nga specialistë e mirë të policisë shqiptare. Ky është momenti vetë ta përmendim. Edhe ta përmendim pikërisht sepse unë kam respekt për atë si person, kam pasur respekt gjatë gjithë kohërave dhe kemi bashkëpunuar. Dhe realisht ishte vërtet në pozicion e tij për një kohë të madhe. Dhe kur shkum në Gjirokastër, realisht ne kemi bërë goditje të disa persona të cilët kishin bërë nga këto lloj krimish. Dhe nuk është hera e parë që hyn, kishin hyrë edhe më parë njerëzit. Më vonë, në 99 në përsëri kemi hyrë Lazarat. U arrit që në lagjën botore ishte ndërtuar një tip shtab, nëse ju kujtohet, sadopak se media ka qenë prezent në çdo kohë, që mbrote, kuptohet, njerëzit nga sulme të ndryshme. Atëherë, ky person u godit dhe u vra pikërisht nga element të fshatit Lazarat, të cilët sot janë prezent në forma të ndryshme. Jo vetëm kaq, patën kaq kurajë sa të sulmojnë edhe komisariatin në kushtet që ishin. Kemi vajtë me forca speciale. Me Renea. Keni pasur ndjeni dhe jeni që ka qenë një reparti ngritës sapo kemi marrë detyrat Rosi. Po. Reparti e operacioneve speciale me në krye një komandant i cili dhe i për fatin ton nuk jeton më, edhe familjes tia, Abedin Lame, që ose e kujtoni mirë. Po. Dhe ai me tërë strukturën e vetë, me repartin e vetë, me njerëz të përforcuar nga FNSH-ja e Dragotit, me pjesë të tjera nga policia e Gjirokastrës, dhe po e them, në atë kohë ka qenë shefi krimeve Aslan Dojana. Drejtori i policisë Qargut ka qenë një nga specialistët e mirë të policisë shqiptare, sot është deputet Piri Ndreu, të cilët vërtet kemi bërë dhe kemi arrestuar jo pak për 23 veta. Ju kujtohet mirë, ka qenë në burg, të kompletuar me gjithë... Por i qelluar dhe Renea, duhet i themi ato plagosjet e vitin 97, 98-s. Që u qelluar Renea dhe u plagos. Pa tjetër, janë ato situatë. Sa plagosur kishte? Kishte 3-4, tani se ka qenë një periudhë, ka qenë didi vetë. 3 plagosur. Renea, nga Renea. Pse u futa i repart në atë kohë? Para sepse sulmoshin tregtarët. Folëm para 98. Sepse sulmoshin tregtarët, janë marrë maune dhe tyre janë foto mërna. Kamion, të ndryshme. Janë të regjë nga aksi, para na e thash, janë të regjë nga aksi dhe janë ndërguar mërna fshatit, dhe kuptohet forcat speciale detyroshin të futeshin të bënin veprimet e tyre. Dhe aksi ka qenë i bllokuar deri në kohën që po them që kemi marrë neve pozicionin në detyrat tona. Atëherë, mbas këtij momenti ne kemi stabilizuar aksin rrugor që ishte kryesore. Dhe elementet kriminale të këtij fshati janë izoluar, përveç tyre që ne morëm dhe arrestuam. Pra, ka qenë një situatë jo e thjeshtë, jo e lehtë. Por unë kam drejt ta them edhe tjetër që nëse në gjithë territorin shqiptar u stabilizua gjithçka, në këtë vend nuk ka dashur politika që të shkojë deri në fund këtyre veprimeve. Nuk e dash politika? Nuk e dash politika. Ka një specifik të veçantë cila politikë? Nuk është momenti, besoj, të përmendë emra personash apo kahe të ndryshme të politikës. Por unë them se nuk kanë dashur. Dhe kanë ndikuar ke policia që mos bëheshin në aksionet të mëtejshme, të ashpra, siç erdhi momenti që u bën edhe sot. Dhe nuk janë të pakta. Si vlerësoni aksionin sot? Të këtyre ditëve? Ne të gjitha jemi këtu, besoj edhe të tjerë jashtë nesh,
kanë kurajën e mirë të përgëzojnë policinë shqiptare, sepse këti momenti, thash, është pak e vonuar, po si do qoftë mirë vonë se kur, dhe ana tjetër, që sot po ecën normalisht ky operacion pa pasoja. Pa pasoja. Kjo është e para. Zoti Olli, e para po e nis nga kjo e fundit. Si vlerësoni operacionin dhe këto 5 ditë të policisë? Absolutisht besoj që jo vetëm unë, po kushdo, vlerëson maksimalisht të dy momentet ose të dy elementet e sakrificës, të dy elementet e riskut që kalon çdo punojës policie, çdo punojës i forcave speciale, por sigurisht edhe i mediave. Nuk pretendoj të jem ekspert sa i takon çështjeve të ndërhyrjeve, por kam përshtypjen që operacioni u fillua ose do më thënë duke u marrë lehtë, ose u fillua më tepër për një show propagandistik në raport me një vend që është stigmatizuar. E them këtë sepse tashmë Lazarati nuk është një fenomen shqiptar, nuk është një çështje shqiptare. Dhe në këtë kontekst besoj që duke u nisur nga disa element kryesor, sikur ka qenë në ditën e fillimit të operacionit, dalja e një liste, e cila kishte shumë pasaktësi për ta marrë në diskutim më pas. Më pas tentativa për ndërhyrje dhe kundërpërgjigjet që erdhën nga kjo bandë që duhet çfarosur në këndvështrimin tim, nuk ka as më të voglin dyshim dhe do të thoja hezitim nga askush për ta thënë këtë, por që në një mënyrë apo në një tjetër, dashje pa dashje, vuri në një rrezik të madh jetët e banorëve, sepse nëse do të shohim shkëmbimin e zjarrit bëheshe kur pjesa e banorëve ishte në mes. Mund të ishte ndërtuar ndryshe, nuk them thash edhe një herë në aspektin e teknikave, por ndoshta në aspektin e gazetarisë apo edhe pozicioneve që kanë patur mund të ishte tentuar një evakuim i pjesshëm që në momentet e para. Pra në momentin që operacioni u bë do të thoja publik, mund të ishte kërkuar evakuim i pjesshëm i zonave në të cilat mund të ndodhin luftime, kemi 5 ditë, kemi shkëmbime zjarri. Pra, në këtë kontekst, unë besoj se më tepër unë nisën me idenë që duhet ndërhyjmë dhe duhet ta bëjmë të gjë publike dhe ta marrim vesh të gjithë që ne po ndërhyjmë, sesa u mendua realisht për të goditur. E them edhe një herë, mund të ishte operuar në forma shumë ndryshe. Zoti Veliu është ekspert, e them, dihen individët, ka të dhënë operative se ku është vendodhja e tyre dhe mund ndërhyeshe natën me forcat speciale, mund ndërhyeshe me veprime më të shpejta operacionale për të izoluar ata që ishin pjesët më të rrezikshme dhe pastaj për ta shtrirë aksionin. Gjatë gjithë kohës ne shikojmë dhe na duket për fat keq rikthehemi sërish në ato momentet e dhimbshme të 97-s. Unë nuk besoj se situata e Shqipërisë sot, po qoftë forca e shtetit, e policisë dhe të gjithave, mund krahasohet me ato momente. Pra i vetmi shqetësimi im mbetet në këtë moment. Jo në kuadrin e punojësve të cilët janë çdo ditë aty, jo në kuadrin e efektivave të policisë që rrezikojnë në çdo sekondë jetën, por kryesisht në aspektin e drejtuesve më të lartë operacional dhe politik. Ky është momenti me të cilën unë kam do të thoja një qasje... Politik se ka bërë operacionin Sajmir Tahiri. Atere, operacionin ka bërë Artan Didi. Një minut, atere absolutisht nuk e ka bërë, sepse nuk ja lejon dhe ligji, ose presupozohet që nuk ja lejon ligji, por nga pikpamja e konsultimeve para se të filloj aksioni, i këtyre përmasave sigurisht ka një konsultim politik. Mirë, ishte ministri brendshëm. Ai nuk ka përcaktuar, ai nuk ka përcaktuar se si do ndërhyhet. Ai ka përcaktuar që duhet ndërhyer, duhet kryen parasysh këto element nga pikpamja politike. Dhe kjo është, për këtë arsye ishte edhe vizita e tij, domethënë. Dhe le themi prezenca në ditën e dytë të aksionit. Kështu që kjo mbetet pjesa do të thoja me dyshim, ndërsa pjesa tjetër, pjesa e efektivave, për të cilët domethënë gëzoj një respekt veçantë dhe konsiderat veçantë, kam punuar me ta në 10 situata të vështira. Për fatin tim, edhe konsideroj fat. Pjesa e gazetarëve dhe medias, që është një pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme për të dhënë informacionin e dur dhe për të bërë transparencën e gjithçka e ndodh. Ne kemi këtu zotin Xhaja i cili ndodh do thoja në një moment shumë të rrezikshëm, po jo vetëm zoti Xhaja, dhe të gjithë kolegët e tjerë që ishin në terren. Çdo gazetar që është në terren në një situatë se natyre, në tentativë për të dhënë një pamje më të qartë, në tentativë për të dhënë një lajm më të saktë, mund të jetë dhe pjesë e riskut. Okej. Zoti Zefi? Sot nuk na mbetet tjetër vetëm se të vlerësojmë
punën e gjithë efektivave që morën pjesë atje, të vlerësojmë punën e drejtorit përgjithshëm të policisë, punën e ministrit brendshëm, dhe mendoj që sot nuk është momenti ku ne të merremi tani me kriticizma lidhje me çështjen, pasi unë mendoj që është në proceset më efikase dhe në veprimet më efikase që ka patur policia e shtetit. Mos të harrojmë që vetëm pak kohë më parë, 2-3 vite më parë, policia e shtetit për të kapur një person humbi 4 punonjës të vet. Kështu që mendoj që ne sot s'na mbetet tjetër vetëm të falenderojmë gjithë të forca që morën pjesë dhe që në një farë mase filluan procesin e heqjes së Shqipërisë nga harta e narkotrafikut në botë. Flamur, për ty pashkuar pastaj te heroi i medias, i gazetarëve, kisha këtë pyetje. Edhe në kontekstin historik të drejtësisë, po mirë, policia e bëri punën e vet, sepse zoti Myftari e tha që gjithë këto vite policia ka rrezikuar, është futur në zarat, ka bërë goditje, ka bërë shumë aksione etj, po pjesa tjetër e drejtësisë, ose me të vërtetë ata kanë derdhur gjakun atje dhe kanë bërë një punë heroike, po fakti që drejtësia më pas nuk ka funksionuar, ky është problemi. Çka ka ndodhur me dosjen, me çështjen Lazarati? Sepse këtë dosje këtu Lazarati që unë e kam bërë me shkrime dhe me materialet tona, nuk e di se çka ka ndodhur me drejtsinë, me gjykatat. Në fakt, doja në radhë parë të përgëzoja këto në forcat e FNSH-s, Treneas dhe Delta Force për guximin dhe kuraja në qoftë edhe durimet që kanë duruar për gati 6 ditësh tashmë në atë zonë. 5 ditë. 5 ditë, në fakt disa prej tyre kanë 12 ditë, sepse kanë qenë edhe në pjesën e kurveleshit dhe pjesë tjetër. Dhe është shqyqyr zoti që disa prej tyre ndoshta edhe janë përballë drejt për drejt edhe me pluma dhe kanë shpëtuar. Dhe urojmë që ky operacion të mbyllet pa pasoja. Për t'u kthyer te çështja e drejtësisë, ndoshta nuk marr edhe atributin për të thënë që shikoj se drejtësia ose të bëj avokatin e djallit në këtë formë, por mendoj që nga eksperienca ime që sa kohë në media, Lazarati prej kohësh është piketuar si një burim i lëndëve narkotike, burim kultivimit të lëndës narkotike. Nga statistikat, se po konsultohesha me statistikat më herët, para vitit 2005, kur është krijuar edhe gjykata e krimeve të rënda, gjykata e Gjirokastrës, ose po themi sistemi i drejtësisë në Gjirokastër, ka pas shumë çështje për kultivim, prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike ndaj X personave të ndryshëm banor të fshatit Lazarat. Më mbrapa pas krijimit të gjykatës së krimeve të rënda, ka pas disa dosje, ka pas disa raste ndoshta edhe me shumë të pandehur. Duke filluar që po të themi nga 2006, ku rasti i parë ishte me 10 pandehur nga të gjithë thuajse ishin banor të Lazaratit dhe duke vazhduar më mbrapa. Në të gjitha rastet thuajse të gjithë janë dënuar. Masat e dënimit variojnë ndryshme për shkak edhe të veprës të konsumuar, që varionin nga 7 deri në 12 ose 16 vjet burg. Por ajo që mund të them ose që kam konstatuar është fakti që shumë pak banor të Lazaratit, po themi, janë dëshkuar si organizator apo si, nuk e di, si trafikant, për shkak se shumica e këtyre nga banorëve të Lazaratit më shumë janë marrë me kultivimin e saj. Ndërsa rastin e trafikimit është marrë persona të tjerë të cilët ka pas rast që nuk janë duk ose nuk rezultojnë asnjë vend të hetuar apo të përgjuar. Shumë pak raste ka pas të cilët dije që ky ishte si baron apo organizator apo grup i strukturuar kriminal. Përgjithësi, Lazarati është përdorur, kam përshtypjen si burim i blerjes së kësaj lëndë narkotike nga persona të tjerë të cilët më pas e kanë trafikuar jashtë Shqipërisë, ku edhe shumë persona janë dënuar nga blerja e lëndës narkotike që është bën në Lazarat. Ne kemi konstatuar, domethënë në çështjet që vinin në gjykatë, që shumë raste të arrestimeve personave në pika kalimit kufitar apo vende ndryshme kishin burim nga Lazarati. Por ajo që mund të them është tjetra që nuk kemi deri tani në një rast ku të hetohen, të gjykohen dhe dënohen si grup i strukturuar kriminal ndonjë individ apo ndonjë grup personash caktuar nga Lazarati, të cilët kanë marrë formën e prerë të dënimit dhe që realisht
janë akuzuar. Absolutisht po. Edhe rasti i fundit të dyshuarit Gate, Razib Mahmutaj, i njohur si Gate, policia njoftoi që grupi strukturuar kriminal, një nga organizatorët e trafikut, një nga organizatorët e prodhimit të lëndëve narkotike, akuza që ka përfundu, po themi, ose akuza për cilën nesër do dalë para gjykatës, është vetmja vrasjen rrethona cilësuese ndaj punonjësve të policisë mbetur në tentativë. Armë që ka qenë dhe kultivim, prodhim të lëndëve narkotike, por në asnjë rast grup strukturuar kriminal, trafikim apo gjë tjetër. Ndoshta në fazën e hetimit më tej mund dalë diçka më shumë. Por nga informacionet që kam marrë, edhe pse nga 2006, para 6 muaj që në shtator ka nisë një hetim ndaj dosjes Lazarati, e cila është voluminoze, pak më e shumë se sa ajo që keni aty, bazuar edhe në ato pamjet filmike që kanë filmuar italianët. Nuk është që ka pas në rast konkret të themi që ka një grup strukturuar kriminal, janë disa individ të ndryshëm, deri tashmë të identifikuar, të cilët merren me kultivimin, prodhimin dhe më pas tregtimin e kësaj lënde. Kështu që në ditën vazhdim nuk e di, nga organi i akuzës mund presim diçka që mund dalë. Okej. Po, kishte diçka? Mund të plotësoj pak. Po, patjetër. Për ta bërë sa më të plot historikun që flasim akoma. Është e vërtetë që Lazarati, për sa i përket bjelljes, fidanës së kanabisit, ka kohët e fundit. Nuk ka qenë problemi i parë kanabisi. Elementet që themi, që kemi kapur dhe që kemi goditur me arrest në periudhën të paktën time, edhe më parë, ka qenë problematike edhe në fushën e krimit shumë të rënda, siç kanë qenë. Ato që thash, por dhe midis era ju kujtohet edhe grabitja e bankës së Gjirokastërës. Pra, krimi që bëhet fjalë sot për kanabisin si bim, narkotike, është e më vonshme, e shumë më vonshme. Pra, absolutisht, unë nuk e mohoj faktin që aty ka pas edhe për raste ose precedent tjerë kriminal, por e gjithë lufta, po themi, kundër narkotrafikut që deklarojnë Ministria e Brendshme apo Policia e Shtetit, është nisë për kultivimin dhe prodhimin e lëndës narkotike, se ne me Gertin e njohim mirë këtë zonë dhe mendoj që shumica ka dhe shumë persona që janë streuar brenda Lazaratit për shkak të mosndërhyrjes së policisë. Është një kohë relativisht ndryshe. Okej, Gerti, kohë të ndryshme. Tani do të Po, absolutisht, unë nuk e mohoj faktin që ato çfarë thotë drejtori, absolutisht. Gerti, do të pyes posaçëri se për këtë të kam folur sot. Përveç asaj që ti e ke shpjeguar edhe në televizionin ku punon, edhe në gazetën që është pjesë e televizionit, po edhe në mediat e tjera e kanë, dhe mua më ka ardhur shumë mirë që ka pasur një solidaritet, besoj dhe telefonata ty kolegët kanë marrë dhe kjo është një gjë, po dua të di diçka më shumë se sa kaq. Si është një gazetar shqiptar në luftë? Duke e marrë rastin tuaj konkret. Ne kemi një politik që bën gam parlament gjithkohës, dhe që përçan dhe etiketon mediat të ndryshme. Por jo gjithë gazetarët Ka ndodhur në rastin tuaj? Atëherë, jo gjithë gazetarët kanë lidhje me pronarët e mediave ku punojmë, mjaft prej tyre, ose me disa që më themi janë prototipet e medias, ata që ku fitohet e ku bëhet. Ka dhe në ata gazetarë që punojnë e ka me qef, me pasion këtë punë, edhe nuk janë aq të dhënë pas gjobvënieve mediatike. Normalisht tani kjo që po thua është shumë e rëndë, po për është shumë e rëndë, është e vërtetë, sepse vazhdojnë ushqejnë dhe në parlament duke etiketuar militantëve të tyre, duke atakuar mediat përkatëse. Domethënë njëra palë median tjetër, pala tjetër media tjetër. Kjo çfarë sjell? Që në momentin që ti hyn në një territor që nuk është një territor fort i qetë, flasim për Lazaratin, flasim për Fushkuqen. Ti ndash me i fuqave blu. Që aty fillon, dhe që aty fillon ndërkohë si shkon për punën tënde. Presioni psikologjik edhe të gjitha gjërat këto. Në Lazarat ne nuk hym që të dëmtonim banorët e Lazaratit. Aq shumë sa që më mbrapa, ata banorët e Lazaratit kanë pas shumë nevojë për ne. Se normalisht në një operacion policor ka vende që edhe teprohet, ka vende që ka dhe pretendime që janë të diskutueshme nga të dyja palët, por duke e mbajtur larg median, duke e sulmuar median, duke mos e lejuar median, banorët e Lazaratit e humbën këtë dava, ose më saktë këtë afrim që të jepte medias një siguri që të vente dhe të raportonte edhe anën tjetër të medaljes, anën e medaljes të atyre banorëve, të cilët jetojnë çdo ditë në atë zonë, dhe sa i dëmtonte një rrethim i tillë policor.
Por që kishte ardhur koha, kishte ardhur koha. Cili është momenti yt, Gerti, do të thënë kritik? Ne që kemi jetuar edhe 97-ën, në mosh, më themi, jo, në një mosh që mbahet... Po jo si gazetar, Gerti. Jo, në një mosh që mbahet, jo, pëse gjithë njerëzit ndeshen me situata me gjare. Por... Gerti, po ti ishe gazetar në 97-ën. Por, po të them, ajo që ishte më kritike ishte se ishin të shtëna nga mbrapa dhe pa paralemirin. Në më thënë, pikë së pari, e mbaj mendjen në 97-ën, ka qenë një mitraloz i vendosur në një vend, ku dije që atë vend s'do e kaloje, dhe do kishte një njeri me cilin ti do ballafaqoheshe kur të shkoje, dhe me atë njeri unë ndaje, shkoje, nuk shkoje, ishe gazetar, ishe banor i zonës, ishe një njeri që vije nga një rreth e shkoje në një rreth tjetër për një problem. Pra, kishte një mur, ose një vend që ndaheshin këto gjëra. Ti nuk ishte. Atje ishte, për mendimin tim, ishte një bazë që ishte shumë afër stacionimit të përhershëm të Reneas në rrugën nacionale, i cili emëronte me telefon për çdo automjet që hynte, automjet i cili nuk i përkiste fshatit, qoftë ky automjet i medias, automjet i policisë, apo automjet tjetër që dyshohet që mund të ishte në një strukture shtetërore që mund të kishte interesa për ty në Lazarat. Pra, kjo ishte befasia ishte ajo që ishte më të mërshme dhe që ty nuk të jepte kohë që ti mundoheshe të reagoj apo të organizoheshe se si ti bëje ball apo si ta shmange këtë situatë. Sepse nuk ka asnjë gazetar, mund të themi në Shqipëri, që ta di që në një vend i thuhet që po hyre këtu ti do vritesh dhe ai të shkojë të futet aty. Normalisht adrenalina profesionale mund të themi që është shumë e madhe, por nuk të pikë nuk e mund mund të themi e mund logjika. Publicitet, kthehemi në pjesën tjetër të emisionit. Unë isha, jam dhe do të jem me policinë e shtetit. Nga Roland Qafoku. Nuk ka dyshim që slogani aktual më i ri dhe me shumë kuptim në shoqërinë shqiptare është unë jam me policinë e shtetit. Si një ortek dëbore që nis nga një top i vogël, edhe ky slogan në fillim nisi nga njerëz të zakonshëm që për të mbështetur aksionin e policisë në Lazarat, shkruan statuse në Facebook se mbështesnin policinë dhe këtë e shoqëruan me fotografi me një operacion që në foto shkruaj jam me policinë e shtetit. Nuk ka dyshim gjithashtu që mbështetësit kryesor të këtij operacioni ka qenë në fillim dhe politika. Natyrisht pjesë të mazhorancës si Partia Socialiste, por dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, dhe kjo është e natyrshme. Por duhet theksuar se mbështetës kanë qenë dhe qytetarë të zakonshëm që kuptojnë më së miri se betejë e shtetit në Lazarat nuk është vetëm e policisë, nuk është vetëm e qeverisë, por është e të gjithë shoqërisë, dhe në një farë mënyrë është një betejë epokale e luftës ndaj krimit dhe sidomos krimit të organizuar. Edhe autori i këtyre rradhëve radhitet krah të gjithë atyre që deklarojnë se janë me policinë e shtetit. I vetmi ndryshim është se kohës së tashme të mënyrës dëftore jam, i shtohet dhe koha e shkruar, madje dhe koha e ardhme. Unë jam që të shkem të me policinë e shtetit, në çdo aksion dhe qëndrim ndaj krimit që nga viti 1990 deri më sot, por ama me të njëjtën forcë të zërit, e them që edhe kam qenë me policinë e shtetit, madje edhe do të jem kurdoherë me policinë e shtetit. Unë kam qenë me policinë e shtetit kur ajo u godit për herë të parë në 2 prill të vitit 1991, jo në aspektin politik, dhe që nuk ka të bëjë me rrëzimin e komunizmit, por me lehtësinë se si u godit ajo polici, se si u përdor ajo polici dhe se si u bë viktima ajo polici. Të gjithë e dim që ata 4 heronj në Shkodër nuk i vlau policia por politikanët komunist, që polinin pushtetin por dhe politikanë të veçantë të lidhur me politikën e vjetër, që kërkonin të vinin në pushtet. Kam qenë me policinë e shtetit dhe në vitin 1997, ku turma të eksituar dhe bandat armatosura masakruan në mënyrën më të njerëzore policë dhe oficer të policisë së shtetit, ndërkohë që politika dhe vetëm ajo ishte fajtore e asaj katraure që e çoi Shqipërinë në gremin. Kam qenë me policinë e shtetit dhe në shkurt të vitit 1998, kur bandat e armatosura sulmuan komisariatet e Shkodrës dhe ku u vran dhe plagosën policë special nga predha antitanke.
Kam qenë dhe jam me policinë e shtetit, edhe në 14 shtator 1998, kur u sulmua me antitak dhe me gjithë farësoj armësh, ndërkohë që politikanët e pushtetit një pjesë e lanë Shqipërinë dhe një pjesë organizuan atë kryengritjet armatosur që më shumë na kujtonte revolucionin e Nolit të vitit 1924. Kam qenë me policinë e shtetit me 21 janar 2011, kur u qellua me gur, shishe e gjithë farsoj, ndërkohë politika dhe drejtues të papërgjegjshëm të gardës lanë 4 viktima në bulevard duke e bërë një precedent të pamenduar kurrë në start të 1 vjeçarit të ri. Jam po ashtu me policinë e shtetit që ka kryer këto 5 ditë aksionin policor në Lazarat, më të madhin në këto 24 vjet. Jam me ata policë që ditë e natë po vën rrezik jetën për ta ndarë Shqipërinë nga e keqja, që e la politika në këto 24 vjet, duke i dhënë po kjo polici grushtin e rënd këtij krimi të zi. Por jo vetëm kaq. Unë do të jem me policinë e shtetit në çdo aksion të saj, ndaj çdo lloj krimi, sepse vetëm kështu e ardhmja jonë dhe fëmijëve tanë do të jetë e sigurt. A doni të dini se me kë nuk jam? Po e them, me ata politikanë që e shfrytëzojnë policinë për ta bërë Shqipërinë si trupi që nuk i ikën ethja, siç kanë bërë në këto 24 vjet, dhe më pas qajnë në ceremoni mortore kur një polic humb jetën. Janë afro 300 policë të vrarë në këto 24 vjet. Këta politikanë janë turpi i Shqipërisë. Me ata nuk jam kurrë. Faleminderit, zotë Shima. Je me policinë e shtetit? Po, sigurisht po. Vetëm tani apo ke qenë përpara? Gjatë gjithë kohës. Unë po politika nuk e besoj se ka qenë ndonjëherë policinë e shtetit. Jo, ata janë me policinë e shtetit për momentin. Jo, ato nuk besoj se janë ndonjëherë me policinë e shtetit. Si janë asnjëherë? Nuk e besoj, ata janë me politikën. Politika e përdor policinë e shtetit sipas nevojave dhe akuzon sipas nevojave të saj. Unë kisha po. Edhe në këtë aksion, ne gjithë këtu jemi dakord me faktin që policia e shtetit e shlen pas dore prapë. E shlen aty në terren, bëjnë çfarë duan dhe politika do vazhdojë të sillet si do qejë vetë. Dhe ne marrim në analizë ka vepruar mirë policia apo jo, kur policia bën punën. Gabimin e ka politika. Nuk besoj se ka njeri që nuk e respekton policinë e shtetit. Nuk e besoj se ka njeri. Madje edhe kriminali vetë e respekton policinë. Por kishpëdorimi i policisë vjen nga politika. Unë kisha marrë disa momente aty dhe disa, po themi, gazetarë që janë marrë me çështjet e sigurisë, dhe i njohin çështjet e sigurisë edhe në kohë. 2 prilli i vitit 1991 në Shkodër, përveç pjesës politike, po themi për ndryshimin e sistemit, nuk ka lidhje me të. Marsi 97-ës, 14 shtatorin 98-ës, shkurti 98-ës në Shkodër dhe 21 janari. Për ty çfarë janë këto ngjarje? Sepse në këto ngjarje është goditur policia. Shiko, nuk duhet ta marrim në formën kur ka një revolt që shikohet ne do sillemi ndryshe për shkak të një rrethane që ne na cënohet. Duhet ta marrim në qen faktin që njeriu ka 2 anë ti, nuk është njeriu me një fytyrë, që ne respektojmë drejtsinë në maksimum. Njerëzit janë duke thënë që rebelët për pjesë janë heronj. Jo, njeriu në formën e tij, kur në formimin e tij ka dhe atë anën anti-ligjit dhe anën e ligjit. Në momentin që ne kemi një problem brenda shoqërisë tonë, njeriu e ngre më shumë atë anti-ligjin e tij. Kjo nuk ka të bëjë me respektimin e një antarit të forcave policisë, po ka të bëjë me atë presionin që shoqëritë caktuara ndjejnë dhe ngren atë kundërpërgjigje ndaj atij sistemi që është ngritur. Po kjo nuk do të thotë që nuk respektohet një pjesëtarë e forcave të rendit. Edhe në rast se i ndajmë gjitha këto që ju thatë, edhe strukturat që janë ngritur në këto momente janë ngritur nga pjesë caktuara të politikës. Pra, si pasojë edhe shoqëria ka ngritur shumë atë dhunën që i përket asaj formës anti-ligjit, për të përfituar sa më shumë në rrethana caktuara. Po kjo nuk do të thotë absolutisht që njeriu ose individi, qoftë shqiptar ose ku do të jetë, nuk e respektojnë atë nevojën e brendshme për të pasur ligj. Nuk duhet janë një njeri po që i ka të dyja këto ndjenja brenda tij. Zoti Myftari, për këto ngjarje që më thash, ju jeni oficer i vjetër i policisë së shtetit. A jeni dakord me atë konkluzionin tim që pikërisht në këto ngjarje të rëndësishme që kanë bërë historinë e këtyre 24 viteve është goditur policia
morali i saj, besimit e ajo, duke marrë gjitha ngjarjet në aspektin policor po dhe politik. Ja, kuptoj mirë qëllimin e pyetjes tuaje. Do të paranojmë diçka. Udhëheqja në një vend e bën politika. Policia është një pjesë e shtetit që ka një rol të jashtëzakonshëm. Veçanërisht tek ne, në ruajtjen e qetësisë publike, në mbrojtjen e pasurisë të tij, në parandalimin e ngjarjeve, të cilat ka qenë, mund thuash, një nga pikat e dobta që i ka punuar kohët e fundit policia për shembull, në kapjen e elementeve kriminal e tjera që mos i shtjellojnë në tërësi. Dhe veçanërisht, pastaj për të zbatuar pikërisht atë strategji që i takon një qeveri e caktuar në një periudhë caktuar për të bërë detyrën në të gjitha fushat. Por nga njëra anë ka dhe pjesë të politikës, ka element caktuar politikës që kur janë në momentet vështira të saj e kërkojnë politikën ashtu që tha me drejt, edhe populli kërkon vazhdimisht policinë pranë saj. Por nëse kalon një periudhë qetësie edhe arrihet një qëllim i caktuar, policinë nuk e shohin pikërisht me atë shqetësim që duhet parë në vazhdimsi. Unë po marr vetëm një aspekt. Po. Kuptohet në pozicionin që isha, kam lëvizur nëpër vende të ndryshme. Kam takuar homolog të tjerë. Do të jap vetëm disa pasazhe të ndryshme. Shpesh na bënin pyetje. Po ç'ka me ju? Pse bën ndryshime? Pse lëvizin njerëz? Pse ikën specialist? Ndjeheshim patjetër në siklet ose ish në vështirësi për përgjigje. Sepse të thoshim kjo politika bërë këtë dëm apo atë dëm, nuk shkon. Dhe realisht politika e mirë e zbaton detyrën me kujdesim më të madh dhe syt i mban gjithmonë tek një polici e shëndoshë plot, me specialistë, jo me njerëz të ardhur pasaj nga fushat që nuk janë të saj. Punoj si policist ashtu si edhe profesionet tjera, nuk është kontribut vetëm personal. Është kontribut i gjithë shoqërisë. Që do të thotë, për atë ka investuar një shoqëri dhe ai do ta bëj detyrën jo për interese personal, jo vetëm për anë materiale personale, por do ta bëj që të shërbej sa më mirë shoqërisë. Pra këtë duhet ta ketë mirë parasysh politika kur të vërë dorë tek punonjësit e policisë. Ndërsa këtë ne për fat keq e kemi jetuar mbrapsh. Ne kemi pasur pasoja. Është vërtet me ngjarjet që përmendët, një nga një. Unë në ngjarjen e 2 prillit të njoh po kaq mirë dhe vetë. Ata persona që u varan, në kushtet që u varan, nuk kanë ndërmjet me historikun e tyre, është fatkeqësi e madhe, është pasojë e jashtëzakonshme, humbje familjare, humbje njerëzore, humbje e tërë politikës, pse jo, edhe i perspektivës që ata mund të ishin sot kuadër shumë të vlefshëm për këtë shoqëri, për këtë vend. Por po ka gjithnjë që edhe goditja e personave që gjoja kishin përgjegjësi ligjore. Nuk janë ata përgjegjësi direkt. Të tjerët që sot e kësaj ditë nuk janë zbardhur. Persona dhe shkaqet e asaj ngjarje që ndodhi të 2 prillit. Vim ke ngjarjet më vonshme. Si u përdor policia në atë 6? Si u rra opozita asaj kohe? Unë mjafton të kujtoj edhe ju jeni 26 maj. Në 26 maj, në periudhën e zgjedhore, mas zgjedhjeve. 2 ditë mas zgjedhjeve, në 28. Çfarë ndodhi? U morë tërë policia me në krye disa element, nuk është thjesht burokrat, është pak që thush burokrat, por njerëz që dikur kanë qenë në hije si profesionista, të marrën nga segmente tjera, të vënë në krye të policisë dhe e rrahen jo vetëm politikën, personat përfaqësues të politikës, por edhe njerëz të tjerë, dhe të ardhur nga jashtë, edhe gazetarë huaj, që e dini fare mirë, prandaj po e përmend edhe herë. Qartë. Të cilët janë gjakosë dhe Shqipëria u mor si një etalon që shkelen hapur të drejtat e opozitës, sepse kalum në pluralizëm, nuk jemi më si dikur diktatura apo në një vend tjetër më tashmë. Ndaj kemi bërë politika jonë pra gjithmonë e ka shfrytzuar sa më dobët policinë, kur ka pas interesën e saj. Dhe më pas, edhe në historinë 97, nuk janë të pakta ngjarje, s'po kthehem ti rikujtojmë të gjitha ato që kanë kaluar. Por realisht politika e shfrytëzoi policinë. Përsëri dhe e la mbasdore. Unë di fare mirë nga informacionet të tjera të mbrëmshme që thonin
largohen nga drejtimi i shtetit, nga policisë diku në tërësi gati vendit, dhe njerëzit iknë, e lanë policinë vetëm, punojës thjesht vetëm, drejtuesit. Dikush u largua maleve, sepse nuk ishte aq kuraje sa në rrugë kryesore të qytetit, sepse aq ka kishin shfaqur figurën e tyre negative, kriminale me popullin e zakonshëm, apo jo. Dhe këtë e din, dash në rreth Elbasanit, dash rreth e tjera. I ikën njerëzit nëpërmjet rrugëve të pashkeluara. Siç pati tërheqje, pastaj largim nga detyrat e tjera. Pra, pikërisht e solli politika. Këtë të dëm. Si po sillet me Lazaratin në pikë vështrimin tuaj? Unë në këtë rast shprehem dhe e tham për gëzimet e mëdha të policisë. Jo, politika si po sillet. Por, pra, pikërisht politika në rast konkret unë quaj se e ka përkrahur policinë. Në këtë rast. Sepse erdhi një fazë që nuk kishte më durim, bate me ujë. Shpreha e njohur popullit është konkrete, në rast konkret. Kishte arritur në një pikë të tillë Lazarati që kishte dalë jashtë, si thonë, strukturave shtetërore. Kishte dalë jashtë kuvijës shtetërore. Ishte bërë një Kolumbi. Ishte bërë një shtet brenda shtetit. Kolumbi, tamam shtet brenda shtetit, po një Kolumbi, domthonë në mes të Evropës. Nuk është më e pranueshme as brenda shtetit shqiptar pas Evropës, po një. Unë kam shprehur disa mendime edhe kur qenë në vitet e errta, mas 97-s, dhe në një takim që është bërë, kush ka qenë masa ndjeni, në vend e Adriatikut, që u bën në barit Italisë me personalitetet të ndryshme të policisë kohës, edhe para medias, para reprezentanteteve policore italiane kemi thënë, janë realizuar detyra të mrekullueshme në parandalimin e trafiqeve. Sepse nëna kjo fazë, kjo periudhë e kësaj kohe, që po flasim 20 vjeçare, ne kemi pas trafiqet prezent që si janë njohur në Shqipëri. Trafiqe klandestin, trafiqe të ardhur nga Azia, nga Afrika, apo nga vende të tjera, nga gjithë anë, dhe ne Shqipërinë e kishim bërë tamam një trampolin për vendet e Evropës. Por me punën që bën nga policia, kjo gjë them se mori fund në një periudhë të mirë kohe. Edhe nuk janë pakta, shifrat nuk ka nevojë të themi këtu gjithë, sepse tashmë dijem, por dhe edhe ky fenomen, pra i drogës, nuk është fenomen shqiptar, zoti Olla i tha me drejt. Ai është i mbartur, i ardhur në Shqipëri. Por ajo që është detyrë e policisë, edhe politikës bashkë me policinë, që duhet ta mbështesë patjetër, është ajo që ne ta eliminojmë paktën nga vendi jon. Pa nuk mund të themi se eliminohet, asnjëherë s'ka për të eliminuar në kushtet që jemi në gjithë botën. Qartë, zoti Ajo që unë duhet të them dhe të vijoj një pjesë të konceptit që tha dhe zoti Veliu është që problemi nuk mund të kaloj vetëm domethënë me element të stigmatizuar ose me element të cilët tashmë paraqiten si simbolika. Sigurisht që Lazarati me apo pa të drejtë, meqenëse ju referove një shprehje popullore, më lejoni të referohem dhe një të ngjashme më mirë syri se Sanami, mbart në vetvete këtë stigmë. Dhe sigurisht që më vjen keq sepse aty ka është një fshat me mbi 5.000 banor dhe unë nuk besoj se të gjithë janë as kriminal, as trafikant, as kultivues dhe as një gjë tjetër më shumë se kjo. Por për fat keq, për 1100 arsye, është fokusuar dhe është bërë sikur Lazarati është pika kulmi dhe unë këtë... Si ishte kulmi? Lazarati? Po më kulm ku të vej më? Jo, po Lazarati vetë si fshat. Po tani si ishte në një fshat tjetër, Lazarati ishte gjithë kjo kulmi. Atëherë pikërisht pra këtë po them. Ky është perceptimi i gabuar për mua. Ne kemi në territorin, po të lutem ta mbaroj. Në territorin e Shqipërisë kemi zona të tjera ku ka ndoshta sasi dhe më të mëdha se Lazarati, zoti Qafoku. Përshtuar, sipas filmimeve të fundit të italianëve, 12% e territorit shqiptar është e mbjellur me ashash, duke përfshirë edhe Lazaratin këtë mes. Pra, unë dua të them që koncepti im i luftës kundër drogës, kundër trafikut, kundër atyre, nuk mund të organizohet dhe nuk mund të vazhdoj në konceptet e ndërhyrjeve për të dhënë një imazh publik. Duhet të jetë diçka shumë herë më thellë, shumë herë më studiuar, shumë herë më mirë organizuar. Unë po shtroj një pyetje të thjeshtë. Sot janë 800 forca policie në Lazarat, 1000, 1500 nesër dhe sigurisht hym dhe shkatruam të gjithë sipërfaqen e mbjellë. Rezulton që personat të cilët realisht mund të jenë kokat e krimit nuk janë kapur, se sigurisht unë jam i bindur që nuk jetojnë në Lazarat. Pjesa tjetër dhe pyetja shtrohet. Çfarë do të ndodh nesër? The day after. Do të lëm 1500 trupa policie çdo ditë në Lazarat? Jo, patjetër që duhet të ketë një plan tjetër. Pikërisht. Dhe janë kapur kokat e krimit? Për mua,
Nuk e di, nëse kokat... Ti di kokat e krimit? Jo, unë nuk e di kokat e krimit, por unë di që, të lutem, zoti Jozefi, të lutem im. Nëse ti di kokat e krimit, thuaj kush janë kokat e krimit. Atere, Pse para gjykon? A janë kapur apo s'janë kapur? Ka mundësi të mbaroj, Ti flet me terminologjinë e atij që është krau politik i Lazarati. Lere tash terminologjinë e tij terminologji, kjo është terminologjia krau politik fakteve. Krau Në politik 25 veta, të cilët policia i shpalli sikur ishin personat që po ushtronin luftën, dhunën dhe të gjitha, 23 nuk ishin lidhje fare me ngjarjen. Dakord? Po kush tha ty se s'kan lidhje me ngjarjen? Po sepse kam prezantuar kolegët e mi në media. Jo, pse s'kan qenë prezent aty, atë kanë lidhje me ngjarjen. Dikush ato janë të identifikuar. Po Lazarati ka një dosje për 1000 faqesh. Me 1500 që në kohën e ish drejtorit tuaj. 1500 faqe mos kujto që koncepti. Problemi është. Cili është koncepti? Më fal. Koncepti që ju se keni prek Lazaratin. Djali zonës Gjuvani. Ju nuk e keni prek fare Lazaratin. Gjuvani mos është gjykok e krimit Lazarat. Ju se keni prek fare Lazaratin. Djali zonës Gjuvani mos është gjykok e krimit Lazaratit. Po le djalin e zonës. Ishte pjesë e listës. Po mirë, pjesë e listës nuk e ka hartuar as zonë as Partia Demokratike. Po pra Partia as Partia Demokratike. Prandaj çfarë do të thoni me këtë? Çfarë do të thotë kjo? Se kjo është pjesë e strategjisë policisë. Tani taktika e para, e dyta. Lista dhe kurse ata njerëzit që kanë qelluar është shumë e thjeshtë. Ata njerëz që kanë qelluar ka faktor plotësues. Shikon dorën ke barut, unë shoh ato shoh që më transmetoni ju. Dhe në qafë se raportimet tuaja nuk janë sakta, kjo nuk është problemi. Unë e besoj media. Dhe problemi qëndron që ne nuk mund të ecim në aspektin e vendosjes rendit nëpërmjet forcës policore. Është mënyra e parë për ta goditur, është mënyra e parë për të razgjesuar, është mënyra e parë për të kapur trafikantët, dhe pastaj ç'do të ndodh më pas. Se i bie që ka një strategji. Po unë po ta këtë do ta shohim, deri tani nuk e kemi. Po tani të analizojmë këtë një herë, pastaj ata analizojmë. Problemi vjen tek pjesa tjetër. Avionët me mundësinë e filmimeve termike kanë të paktën rreth 4 vite që fluturojnë në Shqipëri. Dhe sikur më tha dhe kolegu Veza edhe më herët, që në 2010. Pra, ata kanë përcaktuar qartë se ku janë zonat, sa janë, tek janë dhe gjitha. Dhe ndërkohë që ne kemi disa pika, do të thoja, disa zona shumë problematike, si kundër jashtë në pjesë të Malësisë Madhe, Lumi i Vlorës, Fush Kruja, Kuksi, Malësia e Kurveleshit, ne zakonisht fokusohemi tek Lazarati. Pse? Sepse Lazarati është mi lidhur dhe me anën mediatike, unë e thash. Sot Lazarati është një kazus ndërkombëtar. Jo, këto do të ndërpres në një rast. Sepse është, domethënë, është shumë e vërtet që ka zona territore, domethënë jam shumë dakord me ty, shumë herë më shumë se Lazarati, flasim për Dukagjinin, flasim Malësia e Krujës, por ka një gjë tjetër. Sepse sa herë policia shkon dhe asgjëson dhe shkon në një shtëpi, në atje në Dukagjin, në një shtëpi që nuk e di as prej guri, nuk e di me çfarë është ndërtuar, dhe ajo plaka atje del thotë pse vjem shkatron mua aty dhe nuk ke mendere të shkosh, më falë për shprehjen, në Lazarat, ku njerëzit punojnë, marrin dhe rrogën, punojnë, kultivojnë atë punë. Kjo tregon dy standarde. Dhe për mendimin tim, vlera e Lazaratit nuk është vlerë për sa i përket sasisë, sasia shumë e madhe, sasisë lëndës narkotike. Por për vendosin e një standardi që të gjithë një lloj, që për të gjithë kjo bim nuk do mbillet. Qofse është kjo, nëse marrë vendim që të mbillet, le të mbillet. Atëherë kush nga ne këtu ka kundërshtim në raport me këtë çështje? Por atëherë Lazarati ishte një absolutisht kurr. Lazarati ishte një nga kështjellat që duhet marrë thash në shtator të vitit 2012. Çfarë ndodhi? Ç'a bot? Se më mend fare aksion Bi 6.000 e gatës. Bi 6.000 rënë bim narkotime gjithë. Vjen ish ministri në debat këtu dhe thotë nuk do bëhet asgjë në Lazar. Dhe sërish pasaj ka vazhduar. Pra, ky është problemi. Policia ka ndryrë. Nuk mund të kanë sot me këtë sot. Një njëti refrenka që deri para 5 ditësh. Me përjashtim të shohut mediatika që ne një gjë. Nuk ishte në konceptin e qeverisë së son të demonstronin këtë lloj. Dhe qeverisë së Rama deri në këtë moment. Jo, drejtorët që shkojnë për pelegrinazh në Lazarat kanë parë dhe kod PD-s dhe kod PS-s.
Ky aksioni këtyre 5 ditëve ndryshon. Jo, po të them, drejtor policie që shkojnë për pelegrinazh në Lazarat dhe them këtu, e kanë parë dhe kod PD-s dhe kod PS-s. U desh që para 6 ditësh Lazaracit të godisnin me armë një grup prej 5 punuesësh policie dhe policia të shkonte në formë hakmarrje ditën e parë dhe pastaj u krijua problematika dhe nuk mund të tërhiqeshim me si të gjitha, si ndeshjet e kombëtare se ne dalim jashtë usur për krenar. Jo, e ke gabim. Tani për shtu diçka të Gertit, lutem. Ja ta ketë fjalë. Se s'ka pasur plan, ka plan për këtu Lazarat, s'ka pas plan të tillë. Zoti Gjergj, shiko, jemi realist, të lutem, vetëm diçka për bashkë. Po, ja ta Zoti Gjergj, vetëm 2 minuta, nuk marr shumë kohë. Një muaj më parë, ministri Brendshëm doli në disa takime me persona tjerë publik dhe tha, nuk ketë ndërhyrje për shkak se nuk kanë, duhet të bëjmë një strategji e tjera. Një minutë, të lutem. Para 2 javësh apo 3 mos më gabohem, doli zoti Bishga dhe shkoi tha jam mes Lazaratit, po pi kafe nuk ka ashash në asnjë vend. Luajnë në futboll. Dhe mas 3 javë, mas incident, të lutem ta marrë burr. Po si s'kishte aty kishte. Jo, e ke gabim. Prit sepse të lutem. Në njoftimet e policisë të ardhura këto ditë thonë që kanabisi është deri në 1 metër, 50 cm, ka kubika, kishte edhe të përpunuar të ambalazhuar që kishin ngecur. Apo ta mund të themi për depozita. Në për depozita, po ata nga 1 metër që ishin. Jo, ato po i shkollin fush. Prit, incidenti që do të Gerti është vërtet ndodhi dhe vazhdoi historia tani për të mos ngecur në klasë. Mënyra se si është bërë pastaj strategjia personazheve të emrit. Është një incident i vogël që e bën. Jo, ishte është shumë vonë në ndërhyrja. Strategji ka 5 muaj ministri i Brendshëm që punon për atë. Dhe unë e kam thënë tu në emision. Një minutë. E kam thënë unë tu në emision. Ja kam thënë edhe ish ministrit dhe më ka thënë jo kurr nuk do futen Lazarat. Më ka thënë tu ish. Po mirë, bie që deklaratat e opinionit publik ka thënë nuk do ndërhyjnë dhe nga ana tjetër punonte. Këto janë teori konspirative. Gjithsesi, ishte më shumë edhe strategjia që kanë përdorur me personifikimin e emrave që po qëllon filani, po qëllon ai tjetri, po qëllon ai tjetri. Emrat nuk mund ta abuzosh me individ caktuar të cilëve ti i cënon edhe jetën ose privatësinë e tij apo ku e di. Cilën privatësi? Më fal, po si mund ta personifikosh dikë po qëllon me armë çuni i deputetës PS-s i cili ishte në mes Tiranës duke pikë kafe. Po qëllon thot me armë ande. Si do ndiheshit juve sikur juve do t'ja vënin emrin në mes Lazaratit po qëlloni me armë dhe ju jeni në mes. Pse s'ma vën mua? Po pse ja vjen krimin? Do të thotë çuni deputetës kishte lidhje. Çuni deputetës kishte lidhje te lidhje. Ose personi tjetër Jon Haxhia i cili ishte menon që kotësh ishte në burg prej 12 vitesh, burg policia doli pa qëllon. Flamura është strategjia e suksesit funksionon. Okej, zoti Viftar, ju lutem. Propagandë të thua. Okej, zoti Viftar, po. Lidhur me këtë çështje. Mirë, këtë vështrimi pak gjë. Absolutisht për mua shumë vonë ndërhyrja e policisë. Duhet të ishte bërë shumë vite më parë. Bukur. E hoqëm atë pjesë ose e shprehëm atë që tham. Për sa i përket kohës, kur duhet të ishte bërë dhe nuk ka qenë, si thon, vetëm kjo kohë. Mund të ishte bërë më parë. Është defekt i punojësve policisë, po pse jo edhe i politikës, që tham. Absolutisht politika është. Nuk e ka lejuar politika, policinë të vazhdonte. Ose më keq akoma, drejt, thotë Zefi, që mos ka edhe tjera qëllime, sepse nuk duhet ta prekim këtë fshat për arsye të tjera, sepse e kam këtë apo kam atë arsye, janë të pranuara. Nësa vim ke faza e tanishme. I erdhi faza që të goditë Lazarati. Ju e keni ndjekur dhe po shikojmë dhe kemi parë drejt për drejt. Ka disa policia që po bën operacione për eliminimin e bimëve narkotike, jo vetëm në Mallakastër, jo vetëm në Vlorë, në Krujë, e vende tjera. Pse u bën? Sepse ishin prezente, pra ishin mbledhur informacione, dihesh ku ishin parcelat. Pra ishte bërë ajo vëzhgimi nga lart apo nga poshtë në terren. Brenda një muaji u bëi gjithë strategjia për ndërhyrjen Lazarat edhe me politika sociale? Gjithçka, jo s'ka të bëjë me atë. Ka të bëjë sepse ai informacion ka një vit që funksionon pushteti i aktual. Apo jo? Nuk i ka bën një vit akoma. Kanë ardhur pushtet me këtë. Erdhi. Nuk dihesh. Berisha erdhi me duar të pastra. Nuk është propaganda, e realizoi. Ka ardhur pushtet me këtë dhe e realizoi. Është premtim i mbajtur ky. Urojmë të shkojë deri në fund. Dorasi s'ka marrë akoma. 80% është tjetra. Jo, s'ka marrë akoma. Ja ta marrë tjetra. Është shkatruar krahu i armatosur i Partisë Demokratike, i segmenteve të Partisë Demokratike. Po është shkatruar. Po pata mundësit ta sqaroj këtë çështje. Ja, kemi ndërprerje publicitare, do
Jo, është shumë e rëndësishme kjo. Lej ato teoritë e konspiracionit, se unë i kam dëgjuar këtu në këtë dhe ju vini pas 3 muajve dhe vini tek fjalët e mia që ju kam thënë para 3 muajve dhe prap kundërshtoni të njëjtat gjëra. Okej, zoti Zeviç. Publicitet, kthehemi pjesën tjetër të emisionit. Filip mbi Operacioni përfundon kur çdo centimetër katror i Lazaratit tjerë në kontrollin e shtetit dhe ligji të vlej siç vlen në çdo centimetër katror të Republikës së Shqipërisë. I kujtova përgjegjësitë që ka para ligjit, i kujtova detyrën që duhet kryej dhe i kujtova që këto janë momentet për të gjendur në krah të policisë së shtetit dhe në krah të ligjit. Në të kundërt, janë të gjithë përballë në krah me kriminalët dhe të konsiderohen si tillë. Është shumë e rëndësishme të kuptoni të gjithë që ora kur lidhjet e botës së krimit në Lazarat me parlamentin, me politikën, me ata që deri dje i shfrytëzonin, këto lidhje kanë mbaruar një herë mirë. I mean, just to highlight the main points, we fully support. Ne mbështesim plotësisht të gjithë veprimet që janë ndërmarrë nga oficerët ligjzbatues në Lazarat. Është e rëndësishme që kjo të mund të ndiqet edhe nga procese të tjera, siç është për shembull ndjekja penale. Së fundi dëshirojmë edhe një herë të theksojmë që ne dënojmë fuqimisht çdo veprim armiqësor që drejtohet kundër policisë ose kundër gazetarëve. Action that's directed against police or journalists. E para, ka biseduar Sali Berisha pak minuta para dorëzimit në telefon me Gate Mahmutaj. 5 ditë, 6 ditë që mashtroni. E di ku jeni apo jo? As kërkum. Mos gënjeni, mos mashtroni, turp. Gënjeni shqiptar. Na paraqistin media 55 herë magazinën e Gate Mahmutaj. E cila është Kordoc, s'është Lazarat. Jam plotësisht me policinë, po jo me trafikantët në qeveri. Jo me trafikantët në qeveri. Nuk jam kur, po s'jam kur me ata, me belushkat, që kalojnë në emër të kreut tuaj. Reformatën jashtimsi. Nuk jam kur me Serezin në kryet ministrisë, s'jam kur me Serezin, sepse Serezin kryet ministrisë, o qytetar të dashur, përjashtoj nga liste e kërkimit të gjithë bost e drogës Lazaratit, asnjë prej tyre listë e kërkimit. Po pse? Sepse ata i komandon Serezi ministrisë, me të zakun që ka 5.000 metra katror të mbjella drogë të këteqja. Si shpjegohet që në shumicën e telefonave të të arrestuarve, numri kryesor ishte numri i Sali Berishës. Goja dhe Liga thonë se sapo e ka akuzuar Gaten si tradhtar të kauzës, cili është roli i Gates në PD-n e Gjirokastrës. Së mbrojtja asgjë, mbështet çdo përpjekje, po i trafikant. Ju s'luftoni do trafiqe. Kërkoj me urgjencë të hiqet një sit nga Derviçani. Të hiqet një sit urgjentisht nga Derviçani. Sepse ajo është një zonë intensive biznesi. Sepse është një zonë minoritare dhe nuk ka nevojë për asnjë lloj presioni. Ngrini çadra zotëri. Faleminderit, po zoti Zefi që se ju ndërprem pak më lart. Inserti është e vërteta në dritë djedhit. Unë kam konstatuar gjatë këtyre 2 ditëve 3 statuse që ka bërë Sali Berisha në Facebook, në rrjetin social. I pari ishte ku bënte diferencimin midis gazetarëve dhe ndodhi ajo që ndodhi me zotrin që kemi në studio. Akuzoi njëkohësisht edhe një gazetar të Newsis 24-ës, që konsiderohet si televizion pranë opozitës. Dhe
statusi i dytë kishte të bënte me ndërhyrjen e forcave të policisë në mënyrë jo profesionale dhe në mënyrë agresive ndaj popullsisë. Dhe vetëm një orë pas tyre statuseve, nga në gjitha mediat që ishin në drejt për drejt me Lazaratin, vinin telefonata nga qytetarë dhe thonin policia po na dhunon, policia ka hyrë, ka nxjerrë me dhunë qytetarët nga banesa atje, në një kohë që vetë gazetarët që ishin atje, dhe për hir të profesionalizmit, unë kam ndjekur gazetarët që kanë vokacion të djathtë, pra që njihen si, domethënë, të krahut të djathtë, thonin të kundërtën. Doli Berisha pastaj dhe tha që policia po vjell bizhu, po vjell para nëpër shtëpitë e qytetarëve. Dolën mas një ore prap qytetarë nga Lazarati dhe thanë po na vjedhin pa dhënë absolutisht as edhe një fakt edhe as një gjë, një kohë që policia po vepronte me grupe të mëdha prej 10 vetash, duke bashkëpunuar edhe me sa diun, duke bashkëpunuar edhe me prokurorinë e krimeve të rënda, dhe duke qenë prezent punonjësi i prokurorisë krimeve të rënda në kontrollet që i bëheshin shtëpive. Pra, në këtë, prandaj them që ky është krahu politik i Lazaratit dhe ky është fati i Lazaratit gjatë këtyre viteve. Si krahu politik, në shpjegoj. Krahu politik është njeriu i cili ka mbajtur gjatë gjithë kohës lidhjet me këto njerëz në mënyrë të drejtë për drejtë ose indirekt gjatë këtyre 5 ditëve ka qenë Sali Berisha. Dhe me të gjitha si e vërteton këtë? E vërtetoj me këto që po them. Përveç atyre që tha deputeti atje që e ke në tabulate ka dalë emri ka dalë numri i Berishës, e tjerë. Tabulate telefonik, mëse duhet janë telefonat e të ndaluarve, jo tabulate, janë telefonat e ndaluarve. Megjithatë, unë po them, dëgjoj, mos bëj zhurmusin, po le duro, po le duro me këtë histori të vjetër. Duro, po s'është histori vjetër, kjo është histori e re, histori e vjetër është ajo që gjej në një version të rrobur. Përmirësohet të paktën. Jo, më s'kam çfarë përmirësoj, ju jeni në panik të madh, jeni në panik të madh, unë e kuptoj që jeni në panik. Ju ka humbur Lazarati, e kupton? Mua vjen mirë nga të gjitha këto që tha zoti Zefi, zoti Qafoku. Të lutem, le të mbaroj unë, o zotri. Lazaratit janë të lidhur me Facebookun e zotit Berisha, ndërkohë që aty bëhesh e luftë. Zotri, po tisha në vendin tënd, nuk do flitesha, do futesha poshtë tavolinës. Ta kam thënë edhe një herë tjetër. Ta kam thënë edhe një herë tjetër, po ta them prap. Mund ta bëni zotri, po vetëm drejtoheni vetes tuaj. Ke qenë zëdhënësi i ministrit më të dobët që në kohën jo mi dopti, jo s'kam që s'jam i Tajirit, mos ngatroni. Që në shteti shqiptar. Që mos ngatroni, s'jam i Tajirit me fjalë. Ke qenë zëdhënësi i ministrit më të dobët. Ka dalë ndonjëherë konferencë për shtypi me maskat nga mbrapa. Jo maska, janë maska, janë forca speciale të policisë shqiptare ato. Nuk janë maska, janë forca speciale. Është një mesazh kundër krimit. Por ju nga që jeni të lidhur me krimin, edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara kur filloi sulmi në Afganistan apo në Irak, duhet të dilte mbrapa para marisave. Segmentet caktuara të Partisë Demokratike kanë lidhje të drejtë për drejta me krimin. E them me përgjegjësi ligjore, po deshe. Me përgjegjësi ligjore në versionin e analizës në botën e çuditërave. Të merremi dëgjoj, këto janë terminologjia jote, terminologjia salibërisht. Prandaj më le ta mbaroj. Po të mos ndërhyj se unë. Jo, nuk do. Tani mos sa bëjmë. Po pikërisht pra bota, Liza, bota e çuditërave ku e di unë top. Emri i emisionit është debat, nuk është monolog. Pikërisht. Atëherë, po nëse do me landi edhe një herë, nëse do me debatoj, po jo kështu të krijoj zhurmuse në sallë, se është e disata ajo që e bën këtë gjë. Po gjeni pra një term tjetër se zhurmuse. Prandaj them se çfarë teme gjej unë e di unë. Okej, ju lutem, mos sa kalojmë. Le ta mbaroj. Pastaj vazhdoti. Unë s'ndërpres. Më fal. Jo më ndërpreve disa. Jo mos të ndërpres, s'kam çfarë ndërpres. Po ju jeni kështu, e kupton, jeni në ditën në zezë tuaj, s'kam çfarë ndërpres. Okej, gjej. Pra Lazarati, duke qenë me vokacion të djathtë në historinë e vetë, në gjenezën e vetë, është frydzuar nga Partia Demokratike. Element kriminal të Lazaratit, gjatë gjithë kohës. Po. Të shidhe absurditete, nuk mund të dëgjojmë tani. Gjatë gjithë kohës, janë përdorur për hirtës së drejtës fjalës. Ashtu ju duket ju, domethënë absurditet të duket ju. Që ish doganierët janë pjesë e krimit në Lazarat, ish doganierët e viteve 94, 95, 96, ish drejtori Dimir.
Kështu të duken ty. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me Shkodrën. Problemi është i përmbysur. E njëjta e din vet, po shumë, po ky si di se ky i ri. E njëjta gjë ka ndodhur me Shkodrën. Ja të kemi ty të lashtë. Mos harroni edhe një gjë, në Shkodër, në kohën e kontrabandës me ish Jugosllavin, ka patur elemente të tillë kriminal. Dhe ka patur ishuj kriminal. E njëjta gjë po ndodh edhe sot. Dhe prapa këtyre ishujve kriminal është Sali Berisha. Zoti Shima. Në radhë parë pajtohem në faktin që politika duhet të qëndrojë larg etiketimit medias kur bën punën e saj dhe të akuzoj si të njëanshme, të blerë apo ku diun tjetër. Sidomos kur në momentin kur gazetari rrezikon jetën, duke futur të marrë sa më shumë të dhëna se çfarë po ndodh realisht. Kush e ka bërë? Politika, Zoti Berisha i pari. Zoti Berisha i pari në parlament, në deklarata për mediat, ka dalë ka akuzuar median si të shitur ose me terma që janë jo të moralshme të pakën të drejtoresh gazetarit. Sidomos kur gazetari ka vojtur dhe është vend në rrezik. Kjo pjesë duhet korrigjohet një herë mirë. Po flas për rastin e fundit, pasi politikanë të ndryshëm ka folur edhe përpara, kurdo që media del kundër, fillojnë të akuzojnë të shajnë. Për sa i përket pastaj aksionit. Si? Më fal, vazhdojnë të fal Asandrin. Vazhdojnë thash në çdo rast duhet të heq, po kjo do të thotë tash Nardi lutem, do të thotë meqense se unë tash jam në opozitë, unë t'i vije media që është kundër media. Ne kemi fol kundër Ramës, e themi prapë edhe kundër Berishës në formë. Media duhet të rritë bëj punën e saj dhe jo të paktën gazetarët jo. Se marrin pagat ulta, shpesh nuk i marrin as rrogat, shpesh vuajnë për problemet që kanë dhe janë të stresuar dhe shkojnë punë, dhe politika në fund fare bie edhe në qafë dhe etiketon. Imagjino se ti do ndihet gazetari që ka shkuar në terren në zonë lufte, kur prindjet e tij e merr vesh se çfarë po ndodh dhe akuzon dhe politika. Çfarë stresi krijon gazetarit. Pjesa tjetër. Ja shumë dakord që Lazarati më shumë do shërbej si një pikë referimi për zonat e tjera, cilët besoj se do kenë vënë që policia do reagoj, rastisht apo jo, policia duhet të shkojë deri në fund, në rast se do shkojë, se ka 5 ditë me 6 veta që thuhet që po qellojnë. Zonat e tjera marrin si shembull që ta heqin vetë kanabisin që i kanë mbetur. Ajo që bën çuditshme është, a do mjaftojnë të quhen kriminal ata që kanë mbjellur, pra bujku që kanë mbjellur ata hashashin që është krim, po që ai e ka vënë për të ushqyer vet, apo do kapin ata që janë kokat e krimit që e blejnë dhe transmetojnë. Kjo unë s'kam parë të kapet një kokë e madhe deri tash që thuhet ky është blerësi, organizatori i trafikut e tjerë. Shohim vetëm atë që e kanë mbjell. Atë atje që bën. Gatja e bën të gjithë. Gerti, domethënë gatja e ka bërë të gjithë deri më sot. A ka bërë gatja vetëm. Sa përket trafikut të Lazaratit, gatja është askushi. A ka bërë gatja? Qose është gatja trafikut të drogës të Lazaratit, gatja është askushi. U mbaroi drogat. Ku fshihet ky që është gjithkush? Zoti Ato që ikën që mbrëm nga Lazarati. Ata janë të gjithë. Jo mbrëm. Kanë Do thasë mbaroi Gerti. Po Gerti, vazhdo. Gerti, vazhdo, po. Jo, se pyetet se kush është. Qose është gatja drejtori policie, një drejtor policie e ka kapur, e ka arrestuar dhe pa mbritur nga Lazarati në Qirokastër me urdhër të kryeministrit. A ka mbështetje të policisë? Me urdhër të kryeministrit është lënë. Tash ti lëm do të. Me urdhër të kryeministrit? Me urdhër të kryeministrit, me telefonat të kryeministrit. Apo president. Cilit kryeminist? Le. Po ti lëre tash, hedh një gjë dhe lëre tash. Zoti Qafoku. Po, sepse ne këtu tani nuk mund të bëjmë edhe hetimin, edhe prokurorin, edhe gjykatësin. Ndërkohë ata se bëjnë punën e tyre. Ndërkohë kanë detyrimet e veta, por letja lëm, domosdoshmë punës parë, këtë që kemi në dorë, pra policinë duke përgëzuar, duke ardhur deri në këtë fazë që ka arritur, pse jo, e do të vazhdojë them pa diskutimin edhe me ditë tjera, me qëllim që Lazarati një herë mirë të pushoj së funksionuari si një platacion me bim. Kjo është kryesore dhe gjithë punës policisë sot. Jam e bindur që do ta çojmë deri në fund, sepse njoh kontributet e drejtuesve aktual, njoh edhe kohën në cilën jetojmë, apo në cilën jemi. Pastaj, se çdo të bëj prokurorie, kemi parasysh edhe një fazë tjetër, nëse kemi ndjekur ata që kanë qenë më afër, aq më mirë Gerti me radhë, që atje është ndërtuar edhe një strukturë tjetër që po bën hetimin e vend. Gjithë veprimet procedurale. Me radhë, po e kujtoj tani një nga një, sepse edhe ju jeni ndjeni, që nga veprimet e para me dokumentacion, me sekuestrime, me kapje, me arrestime e tjera. Fotografi, filmim, gjithçka që ai duhet
për të krijuar një provë të plot për Goris për ta çuar drejt dyert gjykatës. Aty ku na shqetëson edhe që edhe kjo do të lëvizë, nuk është më në shkallën që ka qenë, gjyqtarët tanë duhet mendojnë mirë. Mendojnë mirë kur t'japin vendime. Edhe ata që japin vendime, por edhe të tjerë që janë pas gjykatës. Siç ndodhe po flasë për një gate. Unë thash emrin e gatës njoh që në herët, që në historinë e fshatit Lazarat. Edhe ka qenë arrestuar, i dënuar. Po pra, i dënuar. Drejtori i policisë, një drejtor policie, më ka marrë telefon, thuajse nga ana tjetër telefonit, më duket sigurisht se duke qarë, duke folur. Aman tha se mezi e arrestuam dhe na e kanë nxjerrë tha. Kush si e ka dalë? Na e kanë nxjerrë tha dhe ne, domethënë, në atë kohë kemi punuar te gazeta shqiptare. Eksakt. Ke bërë shkrimin dhe qenë nga të paktët që kemi treguar se kush ishte liruar në të vërtetë. Çdo të thotë kjo. Ka qenë dënuar 22 vjet. Çdo të thotë kjo. 22 vjet. Qoftë një president. Do lirua kështu. Një kryetar i Këshillit Lart Drejtësisë. Kushdo qoftë ky ministër drejtësie me strukturat e veta, nuk mund të luajë me të kontribut të punojësve të policisë, të pjesës tjetër të shtetit dhe gazetarëve, pjesa më kryesore për mua, në rast se konkret e gjithë shoqërisë që bën informimin në kohën e dur, pse jo, edhe policia merr nëpërmjet medias, merr shumë informacione, edhe ne këtë kemi shfrytzuar rast pas rasti, gjithmonë për interesin e punës, edhe të vej pasaj deri këtu sa të përshmuan tërë punën e tyre edhe të nxjerrin kriminalet jashtë. Jam plotësisht dakord me sa u tha edhe për këtë. Renea në Lazarat ishte bërë si skuadër grabitse. Hynte, grabiste dhe ikte. Mbajmë mend shumë mirë. Çdo më thënë grabiste. Grabiste më hynte brenda, grabiste i person do dilte jashtë. Kaq punë ka bërë policia gjithkohës në Lazarat. Edhe personat se grabiste. Skuadër grabitse thonë se më se nuk ishte një skuadër që të vej kufirin e thotë është zonë. Në gazetë tu gerto se në gazetë shikojnë thonë. Jo, ishte bërë si skuadër grabitse. Ai nuk e tha fare në thonjë se e tha jashtë thonjë. Po si skuadër grabitse. Po për ta mbaruar zoti. Gerte unë do ta korrigjoj vetëm në një pikë që ta kujtova dhe e përmenda përpara, po pse e riktheksoj nuk ka të gjithë keq. Në 99-2000, që ose të kujtohet, sepse ke qenë dhe më duke dhe Peru, apo jo? Se ke pasur situatën atëre. Ne kemi marrë edhe përmend përsëri 23 veta ishim në mes të fshatit dhe po të them bile fshati si ka natyrë, fshati, se jo çdo fshat reagon ndaj policisë me armë. Ai e kishte kurajin ai grup kriminal fshatarë në tërësi që reagonin ndaj punës së policisë, pra nuk e pranonin shtetin. Këtë që po themi edhe deri tani. Është histori vjetër e Lazarat. Kjo e përbën tëra të shqetësimin e shtetit sot. Zoti Olli, çfarë zoti Olli një histori, si Lazarati ka dhe më në tjetër. Asnjë s'është si Lazarati ka që para 40-s historisë. Do ta tregojmë se ka Lazarati. Në 2004 ndoshta nuk e mbaj mend ka qenë akoma drejtori i rendit. Jo, unë kisha lvizur. 2003 ose në atë periudhë, është 2003-2004. Dy oficerë policie të Gjirokastrës kanë shkuar në Lazarat dhe ka dalë, mund të themi, është bërë problem parlament që këta dy oficerë policie kanë vajtur dhe kanë xhiruar gomat në fshatin e Lazaratit. Dhe të dy ata oficerë policie janë përjashtuar nga policia. Tashti, a ka pas mbrojtje apo s'ka pas mbrojtje politike Lazarati? Domethënë kjo është pikë pyetja. Domethënë, dy oficerë policie hynë në Lazarat në një periudhë që, si tha Braçja, doli një burr që hyi në Lazarat, domethënë që etiketoria ishte feministe, nga nanon atko, që duket si gjë e jashtëzakonshme, dhe të dy këta oficerë policie u bën objekt diskutimi në parlament, dhe të dy këta oficerë policie u përjashtuan nga policia. Okej, pyetje, të bëjmë pyetje. Po, patjetër. E preku pak Gerti me shumë drejtë dhe këtu konsiston dhe pyetja ime që mirë pjesa e inkriminuar, pjesa sociale etj, po gjithë kjo që ndodhi në Lazarat, a ka pas mbështetje nga segmentet politikës, por edhe të policisë? Zoti Qafoku, në karrierën time, qoftë për aq kohë sa kam qenë i angazhuar në gazetari, për aq kohë sa jam edhe në këtë fushë dhe në këto stade që jam, qoftë në funksione shtetërore apo qoftë në funksione politike, kam qenë shumë i matur për të lëshuar akuza apo për të bërë hipoteza të cilat nuk mund të provohen asnjëherë. Ose unë të paktën nuk kam patur prova dhe faktet e nevojshme. Pse e them këtë? Dhe ndoshta dhe pyetja ju dasha po dasha u lidh drejt për së drejti me atë që sapo do të thoja pak më herët. Le të referohemi kronologjive. Zoti Veliu, kur ka ndodhur raste që ju thotë keni kapur 23 persona në aspektin kronologjik, në çfarë periudhe? Në 1999. Në 1999.
më ndjeni nuk dua t'ju lidh ose t'ju inskenoj politikisht, por unë nuk besoj që në atë kohë ka qenë zoti Berisha në krye as të shtetit as presidencës. Ngjarja ndodh në një kohë tjetër kur zoti Berisha ishte në opozitë. Ishte në opozitë fort, ishte në opozitë fort. Sa kishte mbaruar 4 shtatorin Nardi. Edhe tani jemi në opozitë shumë të fortë Landi. Kishte mbaruar 4 shtatorin Nardi. Po nuk kjo le të jetë s'ka lidhje fare as me 14, as me 14 dhe as 24 shtatori. Kemi më pas ngjarje në 2001-shin, kemi ndërhyrje tjera në 2002-shin, mos gaboj, jo vetëm Lazarat, po dhe në zona tjera, ku shpesh erë element të inkriminuar, qoftë banda e Lushnjës si vazhdoi deri më vonë në afër 2005-s, 2006-s, ajo e Durrësit e tjera, presupozoj... Ju korrigjoj, banda Lushnjës që e ekzekutuar, nuk që e kapër i vetëmi kreu i saj që u kapë më vonë. Në Turqi. S'ka të bëj me të. Dakor, jo, s'keni bërë punë ju, mos e llogarisë atë se është suksesi i punës tuaj. Jo, tash unë e llogarisë dhe kemi bërë shumë punë shumë të mirë zot. Shumë punë të mirë. Banda Lushnjës kap 2005-ën. Ja, shkapër. Jo, në 2005-ën dhe Durrësit. Banda që është patalluar me kohës. Largur është tjetër gjë kapja. Janë 200 banda të zgjesuara përfundimisht 2005-2007, por mos të hymë në këtë diskutim. Tani, do të korrigjoj se e ke gabim edhe këtë. Unë nuk e kam dash të them asnjë gjë edhe s'do të përplasem me ju në këtë fushë. Jo, s'ka. Sepse ç'është shifrash. Por 200 banda nuk mund të thuan në atë mënyrë siç kanë qenë banda reale, e kem me kodin penal se ç'është bandë. Apo jo. Po im terminologjisë, okay. Atëherë ti themi 200 grupe kriminale. As grupet kanë qenë ato të periudhës më vonshme. Kanë qenë element të cilët kanë qenë pjesëtar të atyre bandave që kanë marruar punën. Atëherë, pjesa, kjo është pjesë, të thash edhe një herë terminologjie. Problemi është që pjesë dhe element, ajti marrim dhe zjatimet të këtyre bandave, por të cilët ishin shumë problematik ku azgjesuan përfundimisht. Normal. Dakor? Dhe shkuan dhe para drejtësisë, dhe kanë marrë dhe dënime. Pra, nëse do t'i bëjmë një referim në kohë, rasteve dhe ngjarjeve, qoftë me Lazaratin dhe po në zona të tjera, insinuatat që ne mund të bëjmë janë gjithnjë që pas kanë një lidhje ose një mbrojtje politike. Një telefonat thot Gerti që ka liruar, pastaj një president apo një dikush tjetër i Këshillit Lart Drejtësisë ka bërë falje apo tjera me radhë. Kështu që unë nuk dua të hyj në këtë sepse pastaj do të hyjmë në një retorik pafund. Jo e kishte numrin e zotit Berisha, po kishte numrin e zotit Rama. Jo ka telefonat të zotit Tahiri që ju ka thënë keni të lirë shkregun e Sopotit. Pra më kuptoni se ku do të hyjmë pastaj dhe këtu nuk do të dalim dot as sekundi asnjëherë. Unë prandaj përpiqem ta lej këtë pjesë sepse pra aq kohë sa këtë punë e bën hetimi paraprak i policisë. Pastaj faktet dhe provat që shqyrtohen nga prokuroria dhe janë vendimet e gjykatës ato, mua më pëlqen të flas mbas vendimit të gjykatës. Deri në atë kohë, të paktën në kulturën time mediatiko politike si duash ta quajmë, njoh prezumimin e pafajësisë. Dhe nuk kam bërë akuza në raport me lidhje. Ti që nga si avokati popullit më nërdi? Po nuk e di. Mund të më quash, të lutem. Mund të më quash dhe si Nën Tereza. Ka bërë operacione mund të më quash dhe si Nën Tereza, po nuk dhe në 2006. Dhe në 2008. Jo, lutem. Përmban më shumë mirë të gjitha. Kanë hyrë, kanë shkatruar rinj, ka dalë banorët, kanë thënë do bashkëpunojmë dhe tjera. Njerëz të dënuar. Po një pjesë janë dënuar. Jo, e tha, lutem e tha dhe Vezaj. Një pjesë janë dënuar, po kush është problemi? Problemi qëndron që të gjitha ata që janë dënuar, ju lutem, më lejoni të vendos domethënë rastin e një grua shumë të moshuar, 70 e kusur vjeçe, e cila u fal në një moment dhe shumë mirë bëj që u fal, e cila akuzohej për kultivim të lëndëve narkotike. Sigurisht ajo kishte marrë përsipër fajin për dikë tjetër. Dhe kjo ishte pranueshme. Do vazhdojmë të dënojmë të moshuarit, ndërkohë që duhet gjejmë domethënë ka një shprehje spanjolle e cila thotë, nëse do ta mundësh dreri, demin kape për brirësh. Pra do ta kambim krimin për brirësh, do ta shohim. Unin kur po krapim. Jo, po kapim atë djegurat. Krim unë nuk kam parë ndonjë të arrestuar. Kam parë 2 dorëzuar. 13 dorëzuar pra, me negociata. Të gjithë të dorëzuar me negociata, zoti Qeto. Dhe për ta mbyllur dhe 1 minutë, sepse zoti Veli e njeh këtë problem shumë mirë. Çfarë në ka rastisur të paktën në eksperiencën time. Dhe prandaj duhet që ai famshmi track record që e ka kërkuar edhe Komisioni Evropian dhe Bashkimi Evropian duhet të hyjë në funksion të plot, sepse çfarë rastiste? Prokuroria e fajin policisë dhe thotë nuk më ke sjell provat mjaftueshme.
Kur prokuroria e kalon çështjen deri në gjykat, gjyqtarët fshihen mbas faktit me fjalë që hetimi i prokurorisë nuk ka qenë i plot dhe le, domethënë pa mundësi për dënimin. Dhe në këtë kontekst do të ishte shumë e nevojshme, e mbylla, do të ishte shumë e nevojshme që rakordimi midis policisë së shtetit dhe prokurorisë në raport me çështjen e trajtimit të provave materiale fizike dhe çdo element tjetër të ishte në lartësinë maksimale, sepse kjo do të ndikonte dhe do të ndihmonte që dhe drejtësia të vijë me shpatulla pas muri në çdo rast abuzimi. Prandaj duhet reforma në drejtësi, që mos vi prokuroria të bëjë sipas qeverisë. S'ka lidhje me drejtësinë prokuroria. Nuk e mos i ngatrojmë gjëra. Dakord me këto që thotë, me disa nga këto që thotë Nardi, sepse shpesh na ka ndodhur që janë arrestuar persona, policia për shkak të impaktit mediatik të, po themi, propagandas për suksesin e operacionit, ka njoftuar për një grup strukturuar kriminal etj. Dhe përfundon në prokurori me prova të mangëta ose me prova që nuk arrit dot provohet grupi strukturuar kriminal. Dhe mund për një gjë, sepse kjo është një gjë që dihet, nuk është që po e shpikun. Nuk është nevoja që të ndjeki një politik të tillë. Do të shpjegoj vetëm një gjë, sepse u fol për atë gruan e moshuar. A doni të dini që u mor një vendim dhe u bë një politikë e tillë penale për zonën e Vlorës, kryesisht për pjesën e lumit Vlorës dhe malësisë që kultivonin bimë narkotike. Dhe të gjitha gratë e moshuara hëngrën dënime, po hëngrën dënime aq të mira dhe aq të larta, saqë nuk po mbillej më tek ajo zonë. Dhe gjithë kjo problem u bë për shkak të politikave penale që dënoheshin të gjithë, dash moshuarit, dash të rinj. Dhe nuk ishte nevojshme që atë ta fusë grupi strukturuar kriminal për të minimizuar kultivimin e lëndë narkotike, flas për vitet 2007-2009. Nuk e mohon këtë asnjë. Nuk e mohuam, por unë shtrova një pyetje. Realisht ajo 75 vjeçare është kultivuese? Jo, ajo merr dënimin e të birit, dhe i biri nuk mbjell më, dhe e komshia nuk e mbjell më, dhe se thotë se do ta marrë dënimin mamaja, sepse mamaja nuk ka për të dënuar shumë. Kurse për sa i përket ndërhyrjes në kohën e Berishës, kam një bisedë goxha konfidenciale që kam bërë në atë kohë. Kjo dhe fal afërsisht me ish drejtorin e policisë, në kohë ka qenë Ahmet Prençi. Dhe ka qenë një periudhë, po themi një nga periudhat më të suksesshme të policisë, që fillinte nga 2005 deri në 2007, sepse atëherë filloi pastaj era me grushta. Dhe shumë studiuese thonë këtë që 2005-2007 edhe një nga pikat, një nga pikat që nuk po funksiononte ishte Lazarati, të paktën teorikisht. Të paktën teorikisht. Sa ka hyrë zoti Jo, sa ka hyrë? Po, se ishte para Mibra. Kështu bë operacionin 2007 në Lazarat. Po, 2007, po. Dhe pas zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve lokale. S'ka problem. Dhe e ngacmoj dhe i them, po për Lazaratin, po dije që Lazarati ishte kosto shumë i madhe për çdo drejtor policie. Dhe përgjigjen e parë që ka thënë për Lazaratin, më ka thënë duhet vullnet politik. Na ka thirrë kryeministri në zyrë, dhe kërtem kryeministri Berisha, dhe ka kërkuar plan për të hyrë në Lazarat. Dhe i vetmi pretendim ka qenë që në momentin që i kemi thënë që aty ka dëme, ka dëme në njerëz, dhe në atë moment u përtyp pak kryeministri, domethënë që mira se ta shikoj dhe u lehtësuam të gjithë, domethënë që s'është. Dhe kjo është domethënë një goxha por kurse nga 2007 deri në 2014 u bë goxha problem. Unë s'bëj politik, unë jam gazetar, unë s'jam fakte, s'jam biseda. Publicitet, rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit. Faleminderit, rikthehemi në pjesën e fundit në emisionit, rikthehemi në studio. Zoti Miftari, një konkluzion nga ana juaj, po edhe disa element të operacionit në pikë vështrimin tuaj dhe me atë që ju dini dhe kuptoni, si u duket si operacion? Ky është operacioni më i madh në këto 24 vjet? S'mund të japim këtë emër. Policia se do të themi, por unë me atë që kam ndjekur në vazhdim e operacioneve të mëdha. Do të them diçka më konkrete, do thoshin s'keni pasur përplasje. Për dërgimin e kryetarit të opozitës në Vlorë, do të dini sa forca janë angazhuar? Në vitin 2000? 1200 forca. Për Berishën?
Për Berishën. Mirë, si ishte operacion... Jo, shumë operacion. Antikrime. Jo. Fundit 5.000 policia Jo, s'është e thjeshtë, jo. Ka që letë duke. Keni parasysh që situatë kemi pasur. Realisht është një nga operacionet më të suksesshme dhe shumë efikas. Një. Po sjell atë. E si operacion për ne? Për ne, policorët ne quajmë operacion, një pikë, një rast. Operacioni i tillë që është nuk mund bëj krahasim asnjëherë nga njëri me tjetrin, sepse operacionet të ndryshme. Operacion kështu me luftë. Është me luftë ne kemi bërë operacion në Kuks. Për zhbllokimin e aksit rrugor në fshatin Pobrek. Qose ju kujtohet në që me detaj. U deshën të zhvilloheshin operacione ushtarako policore të mirëfillta. Ne kemi shkuar me helikopter atëherë. Jo, ta barazoj me këtë. Por po them 2-3 tilla të hershme të kohës tonë. Ç'a ndodhi? Njerëz të armatosur, të instaluar në një pikë, jo në gjithë fshatin, po bregu, kanë sulmuar forca policore në gjithë territorin ose në aksin e rrethimit që kemi bërë ne. Kemi bërë një rrethim në formë patkoj. Sepse terreni nuk na lejon të hyshim drejt për drejt dhe përsëri me forcat e Rosit kemi hyrë në drejtimin e forcave të armatosura të tjera, se ishe koha afër tash me 97-ën, keni parasysh, edhe u bësh bllokimi i saj. Nuk duhet bëj asnjëherë. Si duhet Lazarati? Në rastin konkret, unë po them, është një operacion mbas shumë vitesh nga më të plotët. I kompletuar. Dhe asnjëherë nga ne mos krijoj iluzione se që i mirë apo që i dobët apo që me këto. Ne na intereson në rastin konkret rezultati. Edhe rezultati? Dhe në rastin konkret deri tani, s'ka marruar akoma. Operacione është në vazhdim, ne themi të gjithë bindemi, të gjithë kemi koshient ndërgjej që të flasim me çiltërsi ose shumë hapur, shumë në publik, që operacioni po vazhdon dhe ka arritur qëllimin që ka pasur. Jo vetëm ne, po këtë operacion po e përshëndesin dhe forcat të tjera, dhe shtetet të tjera, dhe media botërore, qose e keni ndjekur, dhe jam i bindur që e keni ndjekur, edhe të tjera nga jashtë vendit tonë. Pra që u ka interesuar dhe atyre, pra ka për masa tilla. Policia shqiptare në këto vite ka qenë në operacione. Okej. Konkluzioni juaj? Atëherë, thash edhe njërë, pa i hequr as pak vlerën se i takon në sakrificës përgjegjshmërisë, gatishmërisë të gjithë efektivave të angazhuar në teren, për mua plani, ndërhyrja, po dhe koncepti dhe zbatimi i ndërhyrjes Lazarat më duket pak, do thoja, në versionin e show televiziv. Ky mbetet mendimi im, uroj që rezultatet në teren të jenë domethënë të padiskutueshme, sepse luftën kundër krimit dhe kundër bandave të armatosura nuk besoj se ka prioritete, kanë theksuar disa herë njëra apo tjetra pale politikës, është një luftë e të gjithëve dhe çfarë do lloj qeverie që vjen në një shtet demokratik. Nisa po dolën fotot e drejtorit të përgjithshëm të policisë në Lazarat nga zëdhënësja. Janë foto, unë her pas here duke folur zoti Olli kërkoj ndjes që do t'i paraqes. Po, mund të vazhdoj. Uroj që ajo që është më kryesorja mbi të gjitha të mos kemi absolutisht as edhe një dëmtim të mëtejshëm si të forcave tona policore ashtu dhe të banorëve të cilët janë jashtë çfarëdo lloj elementi kriminal dhe gjithçka t'i kthehet normalitetit në fshat dhe ajo që mbetet pjesa më e rëndësishme është çfarë do të ndodhë nesër. Pra, do të bëjmë një operacion, le ta quajmë dhe operacionin më të suksesshëm dhe megjithëse qoftë i tillë, uroj me gjithë zemër që të jetë i tillë. I shohim më pas pasojat dhe rezultatet e gjithme, nuk duhet bëj skeptikun. Ajo që këtu paraqitet zoti Diti, nëse kamera mund të më ndihmoj me policë të tjerë. Këtu është, do të thënë, këto janë fotot më të fundit që ka shpërndar policia e shtetit në këto momente. Këtu është një oficer policie, sepse ishte me grupin dhe ndërkohë ne shikojmë që është muzgësh pjesa që duke u djegur. Pra, dhe këtu drejtori Diti. Edhe kjo pjesa që ju thoni pra e djegjes. Ja, kjo është
Kjo është pamja më e plot. Është një problem, do të thoja, shumë i madh me fjalë. Pse është problem? Ndotja që ka krijuar dhe dëmet që shkaktojnë shëndetit, sepse ju dini shumë mirë. Po arritëm të mjedisi, do të thonë që i kemi rregulluar këtë pjesën kriminale. Ju lutem, edhe djegja në zona aq të afërt të banuara me fjalë, do të thoja që është problematike pavarësisht se disa mund ta shikojnë domethënë edhe si përqeshur. Dëmi shëndetësor është i jashtëzakonshëm. Me bëjmë dhe stërvite ushtarake, mos t'i bëjmë fare sa do të është se ka të sotshmit nuk kanë bërë zoti Gjaja. Dhe gjithsesi, ajo që mbetet pika më e rëndësishme është a do të kemi përpara bankës të akuzuarve në fund të hetimeve persona të cilët janë realisht përgjegjës, apo si zakonisht peshqit e mëdhenj do të vërtiten të lirë, qoftë në kryeqytetin e Shqipërisë apo në kryeqytetet e botës, dhe ata të vegjëlit me fjalë që ndoshta pavarësisht dëmit ose le themi konceptit penal të veprës që kryejnë janë për bukën e gojës, dhe a do të kemi ne realisht rehabilitimin e Lazaratit dhe të çdo territori të Shqipërisë për të mos u rikthyer më në kështu lloj fenomenesh. Pra, a ka politika të qarta, të sakta se ku do dhe si do të zbatohet plani që në Lazarat nesër. Mirë, ty do ketë edhe çështje sociale. Zoti Qafoku, prandaj flasim. Sapo zoti Gjaja tha diçka që është penduar dhe është bërë përpara. Është bërë domethënë çështja e dëmeve njerëzore. Megjithatë unë ju garantoj që ka patur ndërhyrje, ka patur ndërhyrje në 2006, ka patur ndërhyrje në 2008 dhe ndërhyrja e fundit ka qenë shtator 2012, ka vazhduar 3 ditë operacioni. Dhe më kujtohet me qenë se në atë periudhë kam qenë pjesë e Ministrisë Brendshme, ka qenë zoti Rumbullaku në drejtimin e operacionit. Ka vazhduar 3 ditë, nuk ka vazhduar 5 ditë. Po ky është ndryshimi, zoti Velie, se disa bëjnë punën, disa pararendin të t'i nxjerrin pamjet në televizor. Meraku im është drejtësia, çfarë ndodh the day after? Se dakord u pastrua Lazarati etj, po nga kontaktet që kam pas deri para pak minutash. Tani për informacion, krimit e rënda sa persona janë në këtë moment? Këto do të deri në këtë moment. Nga 13 arrestuar? 3 janë të vetë rëzuar që tashmë i ka krimet e rënda dhe njëri që është arrestuar sot. Cila është vetëm 4 persona. Cila është akuza ndaj këtyre? Akuzën deri më tani zyrtarisht që është ndarë nga prokuria e përgjithshme është vrasja në rrethona cilësuese, mbetur në tentativë ndaj punonjësve të policisë. Çfarë do të thotë kanë shënë ndaj drejtim të punonjësve të policisë. Është shumë e rëndë për të dënuar. Kultivim, absolutisht po, dënohen deri burgim përjetshëm. Ka akuzat e prodhimit, kultivimit dhe armbajtjes pa leje. Në çështjen e Gerrit është çështje e ndjek Gjirokastra, bashkë me 7 persona të tjerë të cilët janë arrestuar me sa e di unë, ose disa janë vetë dorëzuar, disa janë arrestuar, ndiqen në Gjirokastër për shkak të veprës penale, sepse gazetari nuk përfshihet. Cila është akuza? Nuk e di, kanosje dhe nuk e kam marrë. Zyrtarisht nuk është që ka në komunikim zyrtar. Për vetën tënde s'ka komunikuar. Zyrtarisht nuk ka në komunikim. Nuk ka komunikim. Ideja është madje kur kam dhënë deklarimet as kisha shkuar në rast në ngjarje. Policia që bën për to deri në këtë moment nga prokuria është dhënë që janë siguruar prova për këto persona të cilët provohet fakti që këto kanë qelluar ndaj punonjësve të policisë nga faktorët plotësues. Ish drejtorin mund të na saktësoj faktor plotësues që është gjetur në gjurmë, është gjetur gjoja, gjurmë tjera të ndryshme të persona. U gjetën armë tjera. Por ajo që mund të shtoj në fund fakti është që uroj që ky operacion të mbyllet me sukses, uroj që ky operacion pas një muajsh mos të bëhet prapë Lazarati krya lajmi që vazhdon kultivimi i lëndës narkotike. Uroj që mos të përfundojë thjesht një propagandë apo demagogji para marrjes së statusit. Zoti Zofi? Edhe fotot që vinë nga Ministria e Brendshme, në terreni, megjithëse me sa shohim këto janë foto që janë bërë gjatë ditës. Në Muzgë, nëse vëre, sa fillon, duhet jetë ora, më ndihmoni? 7-8. Me sa kam informacion unë deri në atë moment ka qenë i kontrolluar 80% e territorit dhe forcat e policisë. Jo, sipas komunikatës policisë 100%. Çfarë thotë do të vrasin? Komunikata. Jo, se është edhe pjesë e malit. Po themi fshatin aty, është komunikata. Është edhe pjesë e malit, nuk po flas për nga burimet brenda grupeve siç i ka dhe Gerri. Po flas për marrë kanë hyrë deri në qendër asaj. Dhe i kanë marrë 2 pika. Megjithatë, unë mund të them vetëm një gjë. Ka disa elemente tani që duhet të presim. Elementi i parë u realizua, ministri tha që
operacioni do vazhdoj deri në momentin ku të mos ketë asnjë rënje kanabisi dhe të mos ketë asnjë gram kanabis të ruetur në magazinat e vjetshme. Tani të lutem zotë për ta konfirmuar. Policia e shtetit është prezente tashmë në të gjithë komunën e Lazaratit. Duke mbajtur mbikëqyrur situatën. Kjo është komunikat zyrtare. E momentit fundit, Po. Lado, më të lutem, ke 2 ditë që policia thonë ka ne kemi në qendër. Tani kjo është e pabesueshme? Ka 2 ditë policia që thotë ne kemi në qendër. Megjithatë ta mbaroj. Kanë 2 ditë që thonë jemi në qendër. Ta mbaroj. Pra, ministri tha operacioni do vazhdoj deri në momentin e fundit. Dhe operacioni po vazhdon. Është bërë një djegje e konsiderueshme edhe sot, e gjithë drogës së presuar që ekzistonte pra që nga vitet e mëparshme. Është të humbur gjuhën, po. E dyta, thënie tjetër e ministrit është që do vazhdoj ndërprerja e marrëdhënies së Lazaratit me parlamentin. Tani këto ta presim. Nëse kjo do vazhdojë ose jo. Unë me thonë të drejtën deri tani deri tani ministri ka thonë dhe i ka mbajtur ato që ka thonë gjatë tyre 5 ditëve. Unë e kam ndjekur nga momenti, nga fillimi i procesit dhe deri tani çdo gjë që ka thonë deri tani e ka mbajtur. Unë shpresoj që ta mbaj edhe këto që ka thonë, do nërpres lidhjet me parlamentin, me politikën. Pastaj, gjatë tyre 5 ditëve po flasë unë që të këti procesi. Për ato i bën ti ato analizat e mëdha, ato analiza e fuqishme. Çdo ministër i brendshëm ka thënë të ndërpres krimin me politikën, çfarë herë ka ardhur pushtet që është e vërteta. Nuk na ka rezultuar deri tani një që ka çunë vërtetë. Ato që kanë ardhur deri tani i kam kaluar. Tani unë po them këtë që po thot ky i sot, kështu që po kaluan 12 muaj gati dhe akoma asnjë s'kanë bërë. Jo, 12 muaj ka bërë goxhaj. Lutem se vjen fund, lutem gjej. Dhe pjesa tjetër, pastaj elementi tjetër është elementi i ruajtjes së ambientit të tjerë. Ajo i përket se opozita është shumë e shqetësuar për ruajtjen e ambientit. Ajo i përket sarmës. Jemi të shqetësuar, lutem se 2 minuta kemi. Ju duket domethënë që ato sasi jashtëshashit që digjen. Po që të thuash, një kohë që Shqipëria është eksportuese më e madhe, është eksportuese më e madhe në Evropë. Dhe ti thuaj, sa jeni domethënë ta zhurmuar me situatat. Ti je jashtë sistemit. Shkoj jeton Lazarat, shkoj jeton Lazarat o ditë, nëse do të sekretari juaj, shkoj jeton Lazarat dhe ta provosh do të thotë. Po duket që s'ke ide se ç'ndodh realisht. Thash Liza mbot në çuditë. Një sukses i madh që ka thyer, ndoshta nuk e ka ndaluar, por që ka thyer mitin e drogës, pa prekshmërisë. Sepse të paktën mediatikisht ishte formuar ky mit në Lazarat. Ideja është çfarë do bëhet. Domethënë hyn, dolën, do ikin apo do vendoset që të ketë një prezencë të përhershme policore. Tashmë prezencë të përhershme policore në Lazarat, në fshat nuk ka konflikt dhe s'ka pas ndonjëherë konflikt mes vetë banorëve, që thot vjedhje, sherre. Nuk ka patur. Domethënë ato të paktën me njëri tjetrin kanë zgjidhur fshatçe dhe shumë më mirë se sa shtetëshe, sepse shtetëshe hyn dhe lekun mes e tjera gjëra korruptohen andaj po këti, ka funksionuar më së mirë. Për sa i takon por nevojitet një prezencë policore, që të garantoj që ky standard që u vu me këtë operacion të qëndrojë. Një fjali të lutem konkluzion? Atëherë, shpresoj që mos tjetë ajo ideja që kjo është e djathtë dhe nehoqëm. Shpresoj shumë që misioni me paqe për të hequr kanabis në Lazarat shërbej edhe për gjitha zonat e tjera, në mënyrë që mos mbetet vetëm kjo si shembull. Okej. Ju falenderoj të gjithëve që ju kisha në panel për mendimet që dhat dhe për gjithçka që ju komentuat dhe debatuat. Faleminderit drejtor, faleminderit Nardi, faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni për sot, nesër në orën 13:00 ritransmetim nga unë Orlan Qafoku, na dhe mirë.